Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se vini në duel. Ndodhemi në prag të 8 dhjetorit, të ditës që 20 vjet më parë vrau frikën tonë 46 vjeçare. Të asaj dite që u bë shkak që trillinte shpresa dhe dinjiteti ynë, të ditës që ja doli në fund të fundit që të ndante të shkuarën nga e nesërmja jonë. Në këto 20 vjet të tranzicionit jemi rikthyer atij dhjetorit të trazuar shpesh herë me qëllime të ndryshme, e kemi parë nga këndvështrime të ndryshme dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë dhe në të ardhmen, jo më kot. Fjala është që t'i rikthehemi asaj dite në rast të parë për të kuptuar se cili ishte thelbi i asaj lëvizjeje, e cila filloi si një lëvizje për të fituar të drejtat e munguara për shumë kohë, po që në fund të fundit nuk vendosi në vend dhe detyrimin ton ndaj diçkaje shumë të madhe, detyrimin ton ndaj demokracisë. Ne këtu në studio do të diskutojmë me të ftuarit e mi, zotin Neritan Ceka, president i Partisë Aleanca Demokratike, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë dhe pjesëmarrës i lëvizjes së dhjetorit, zotin Skënder Gjinushi, kryetari i Partisë Socialdemokrate Shqiptare dhe dëshmitari i ngjarjeve, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë, zotin Stefan Naumov, diplomat, në atë kohë ambasador i Republikës së Bullgarisë në Republikën e Shqipërisë, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë, zotin Rezar Xhaxhiu, gazetar, në atë kohë pjesëtar i përfaqësisë diplomatike të Shqipërisë në Republikën e Rumanisë dhe dëshmitar krejt special i ngjarjeve si në Shqipëri ashtu dhe në Rumani. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë. Zotin Ilir Kadia, gazetar i BBC-s, korrespondent i BBC-s në Shqipëri, në atë kohë pjesëtar i stafit të gazetës Zëri i Rinisë, pra dëshmitar i një lloji të veçantë në cilësinë e medias, dhe zotin Ëngjëll Ndocaj, zëvendës drejtori i televizionit shqiptar, në atë kohë gjithashtu pjesë e këtij stafi dhe ndjekës direkt me kameran e televizionit shqiptar të ngjarjeve të kohës. Pas vdekjes së Stalinit në mars 1953, në fuqi vjen Nikita Khrushchev. Në kongresin e 20 të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ai kundërvihet trashëgimisë së Stalinit dhe propagandon mirëqenie. Vjen qershor 1961. Takohen dy udhëheqësit më të fortë të botës, presidenti i ri sapo zgjedhur amerikan John Kennedy dhe kreu i Partisë dhe Shtetit Sovjetik, Nikita Khrushchev. Ndërsa Kennedy është rezervuar pas dështimit të invazionit në Kubë, Khrushchev përsërit kërkesën e tij për tërheqjen e trupave perëndimore nga Berlini. Më 13 gusht 1961, 2 muaj pas samitit të Vjenës, fillon ndërtimi i murit të Berlinit. Perëndimi nuk ndërhyn. Khrushchev vazhdon kursin e konfrontimit dhe vetë shpallet kreu i botës së tretë. Në tetor 1962, avionët amerikanë zbulojnë baza raketash në Kubë. Kennedy shpall bllokadën detare. Palët përgatiten për luftë bërthamore. Katastrofa ndalet në momentin e fundit kur Kennedy dhe Khrushchevi arrin marrëveshjen sekrete. Alinjet sovjetike me raketa bërthamore në bord kthehen. 6 muaj më vonë, amerikanët vijojnë me largimin e raketave amerikane nga kufiri turko-sovjetik. Mungesa e komunikacionit midis dy udhëheqësve më njanohet përmes një linje teleksi, të mbiquetur teli i nxehtë. Të pushtetshmit rifillojnë lërat e paqes, por gara ekonomike e Bashkimit Sovjetik me perëndimin të shton. Pas korrish problematike, Khrushchev detyrohet të blejë dritë në perëndim. Autoriteti i tij lëkundet. Në 70 vjetorin e vet, në 1964, Khrushchev nderohet me titullin Hero i Bashkimit Sovjetik, por Leonid Brezhnev po planifikon rrëzimin e tij. 6 muaj më vonë, në tetor 1964, Khrushchevi lirohet nga detyra. Klasa e lartë sovjetike reagon ndaj heqjes së privilegjeve. Zëvendësi i saj bëhet Leonid Brezhnev, që rehabiliton figurën e Stalinit dhe rilegjitimon privilegjet. Pushteti i tij bazohet në aparatin partijak dhe ushtrinë sovjetike. Brezhnev vazhdon armatimin dhe zgjeron praninë ushtarake sovjetike në Afrikë dhe në Azi. Ai mbështet vjetkongët kundër amerikanëve. Lufta në Vietnam dhe viktima civile bëhen shkak për protesta mbar botërore, para së gjitha studentore dhe me parulla kryesisht të majta. Protestat përfshin edhe lindjen. Në Çekoslovaki, njerëzit dalin në rrugë për më shumë drejtësi. Pranvera e Pragës bëhet simboli socializmit me fytyrë njerëzore.
Programi i reformave demokratike të Aleksandr Dubčekut përshëndetet nga populli. Në qershor 1968, në Bratislav, vjen për një takim të Paktit të Varshavës Leonid Brezhnev. Ai u kërkon çekoslovakëve rikthimin në socializmin e modelit sovjetik. 21 gusht 1968, trupat e Paktit të Varshavës hynë në Prag. Qeveria çekoslovake dënon invazionin si shkelje të së drejtës ndërkombëtare, por i kërkon ushtrisë dhe popullit të mos rezistojnë. Njerëzit megjithatë u kundërvihen tankeve. Pranvera e Pragës mbytet me dhunë. Qeveria ruse justifikon dhunën me doktrinën brezhnevase të detyrimit të Paktit të Varshavës për mbrojtjen e socializmit. Të dy superfuqit mund të shkatronin botën me arsenalin e tyre bërthamor, po asnjëra s'mund të sulmonte tjetrën pa rrezikuar shkatrimin e vet. Superarmatimi i quajtur ekuilibri të merrit siguronte paqen gjatë luftës së ftohtë. Përqendrimi më i madh është në dy shtetet gjermane. Rreziku i shndërrimit në fushë betejë gjithashtu. Qeveria e re gjermano-perëndimore nën Willy Brandt kërkon mënyra për superimin e konfrontimit të sistemeve. Fillon politika e kontakteve personale. Në verën e vitit 1971, Willy Brandt dhe Leonid Brezhnev shfaqen shpenguar gjatë një udhëtimi me anije në detin e Zi. Bashkimi Sovjetik kërkon legjitimimin e kufive të pasluftës. Republika Federale Gjermane, lehtësime për qytetarët, veçanërisht për ata gjermano-lindor. Vijojnë traktatet e lindjes. Rezultati është ekuilibrimi i interesave përtej diferencave ideologjike. Ndërkohë, në Kin lulëzon kulti Mao Tse-dungi. Mao tenton të konkurrojë Bashkimin Sovjetik në kampin socialist. Palët akuzojnë njëra tjetrën për tradhtitë e idealeve komuniste. Në Missouri, situata shkallëzohet në incidente të armatosura. Ndërkohë që Mao pretendon udhëheqjen e botës së tretë, ai përballet me presion brenda Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës. Ai mobilizon popullin kundër funksionarëve të partisë. Revolucioni kulturor shkallëzohet në një luftë civile gjigante. Pas vdekjes së Mao Tse-dungit, në Kin fillon një kthesë re radikale. Deng Xiaoping arrin atë që se bëri dot Hrushovi. Nëpërmjet futjes së zonave të lira ekonomike, Deng arrin të decentralizojë ekonominë sipas modelit të ekonomisë së tregut, duke ruajtur të paprekur pushtetin politik të partisë. Edhe komunistët e Europës perëndimore distancohen nga modeli sovjetik. Partia Komuniste Italiane Enrico Berlingueri propagandon demokracinë parlamentare. Komunistët zën të kuptojnë se ideologjia e vjetër nuk u garanton mbështetje në popull. Helsinki, gusht 1975. Konferenca e sigurimit dhe bashkëpunimit në Europë, KSBE, ndryshon botën. Brezhnevit, që ka arritur njohjen e kufive të pasluftës nga NATO-ja, çmimi i kërkuar nga perëndimi nuk i duket i lartë. Pas përgatitjeve disa vjeçare, kryetarët të 35 shteteve dhe qeverive nënshkruajnë aktin final të KSBE-s, parimi kryesor i të cilit është siguria e kufive në këmbim të respektimit të drejtave të njerëzit. Me të shkon edhe detyrimi që akti final të botohet në gazetat e të gjitha shteteve nënshkruese, që njerëzit të informohen për mbrojtjen për të cilat shteti i tyre është angazhuar me këtë nënshkrim. Në të gjithë bllokun lindor, njerëzit fillojnë të kërkojnë të drejtat e tyre. Në Çekoslovaki, një grup opozitarësh me në krye Jerzy Hayek dhe Václav Havel nxjerrin kartën 77 në të cilën ata shpallin kërkesat e tyre publikisht. Pushteti komunist reagon me represione. Rritet numri të burgosurve politik, por pas Helsinkit, opinioni ndërkombëtar vëzhgon me vëmendje mënyrën e komportimit të aparateve shtetërore me disidentët. Arrestimet dhe internimet nuk mbesin pa u vënë re. Para së gjithash në rastin e aktivistëve ndërkombëtar të drejtave të njeriut. KGB kërkon të izolojë nga opinioni publik fizikantin dhe laureatin e çmimit Nobel, Andrei Sakharov. Edhe shkrimtari Aleksandr Solzhenitsyn dëbohet nga Bashkimi Sovjetik. Brezhnevi nuk e lejon kritikën publike ndaj sistemit. Afganistan, 1979. Kur sistemi sovjetik po kërcënonte të bindë, u deshën sërish tanket. Hyrja e tyre dënohet kudo në botë si agresion. Lind një konfrontim i ri midis lindjes dhe perëndimit. Kostot e larta të luftës e shkatrojnë përfundimisht ekonominë sovjetike.
Kriza shfaq edhe të tjera fytyra të saj. Radhët e gjata shndërrohen me impenjim të ditës. Mungon dhe furnizimi bazë. Mungesat paralizojnë të gjithë bllokun lindor. Ndërsa në perëndim kompjuteri realizon një revolucion të tretë industrial. Bashkimi Sovjetik kërkon të izoloj vendin nga të gjitha llojet e ndikimeve nga jashtë. Në fund të viteve 70, ngren krye polakët. Më 1979, Papa Gjon Pali II viziton Adheun e vet dhe pritet kudo me entuziazëm. Frymzuar nga vizita e Papës, opozita riformatohet. Me iniciativën e punëtorëve të kombinatit Lenin në Danzig dhe me lohen sindikata të pavarura, të cilat në udhëheqjen e Lez Walesës krijojnë Solidarnoshin. Protestat e veçuara shndërrohen në lëvizje masive. Motoja e përbashkët është ndryshimi i themeleve të Europës lindore. Ndërkohë, në skenën politike sovjetike del Mikhail Gorbačov. Zgjedhja e 54 vjeçarit pas vdekjes së Leonid Brezhnevit përjetohet si çlirim. Ai bëhet mbartës shpresash popullore. Lirimi i Saharovit dhe të burgosurve të tjerë politik i sjell shumë simpati. Kampet e të burgosurve politik fillojnë të mbyllen. Disa prej tyre shndërrohen në muze. Ndryshimit i nështrohet edhe stili politik bërjes. Vijojnë kontakte të drejtë për drejta me njerëzit. Shkurt 1986, Kongresi 27 i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Fjalimi i Gorbačovit është spektakolar. Kryefjalët, glasnost dhe perestrojka, transparencë dhe shndërrim entuziazmojnë delegatët, përhapet ndjesia e shndërrimit. Gorbačov është i vendosur dhe në politikën e jashtme. Më 1986, ai zhvillon një takim historik me presidentin amerikan Ronald Reagan në Reykjavik. Fillojnë bisedimet e çarmatimit. Reykjaviku është vetëm fillimi i një kursi të ri në politikën e jashtme të Gorbačovit. Ai shfrytëzon për këtë edhe tribunat ndërkombëtare, veçanërisht OKB-n. Me një sër propozimesh për çarmatim, ai i bën presion presidentit amerikan të reagojë, duke qenë vetë në presion nga nevoja e riekuilibrimit të buxhetit dhe uljes së kostove të luftës dhe armatimit. Gorbačov e shpall të gabuar luftën në Afganistan dhe tërheq trupat. Thimi i tyre i rrit prestigjin në vend dhe botë. Po dëshira e tij për reforma nuk arrin të shkojë paralelisht me veprimet. Situata ngushtohet. Njerëzit fillojnë të dalin në rrugë. Një pjesë kërkon përshpejtim të reformave, të tjerë rikthimin e sistemit. Minatorët protestojnë si për rrogat e pamarra, ashtu edhe për liritë demokratike. Gorbačov pretendon se demokracia është e nevojshme si ajri, ose arrin ta kuptojë se demokraci do të thotë dhe humbje pushteti. Më 1988, Gorbačov heq dorë përfundimisht nga doktrina e Brezhnevit. Bashkimi Sovjetik heq dorë nga e drejta për të ndërhyrë në vendet e tjera socialiste. Pasojnë revolucione në të gjitha shtetet e bllokut lindor. Regjimet komuniste zëvendësohen kudo, thuajse pa dhunë. Është fundi i perandorisë sovjetike. 7 tetor 1989. Republika Demokratike Gjermane feston 40 vjetorin e vet. Mikhail Gorbačov është i ftuar në deri. Udhëheqja vazhdon ritualet e vjetra, por në rrugë fillon protesta. Për ta, Gorbačovi është mbartës i shpresës. Një muaj më vonë njerëzit rrëzojnë murin e Berlinit. Ndërkohë, më 19 gusht 1991, sigurimi i shtetit dhe komunistët e vjetër komplotojnë kundër Gorbačovit. Boris Jelcin, i pari president i zgjedhur në mënyrë demokratike, i bën thirrje popullatës për rezistencë. Puçi dështon, Gorbačovi shpëton, por pushteti i mbetet Jelcinit. Një ditë pas shtypjes së puçit, Ukraina deklaron shkëputjen nga Bashkimi Sovjetik. Pasojnë republika të tjera. Bashkimi Sovjetik shpërbëhet. Më 25 dhjetor 1991, në një dalje televizive, Gorbačov deklaron tërheqjen e tij si udhëheqësi i fundit komunist i Bashkimit Sovjetik. Eksperimenti i madh socialist, i filluar më 1917 me Leninin, dështon përfundimisht. Lamuri i kuq mbi Kremlin tashmë ulet.
Jemi rikthyer sërish në studio, të nderuar teleshikues, mbasi kemi ndjekur një kronik të ngjarjeve nga 5 marsi i vitit 1953 deri në vitin 1989, të mbyllura të gjitha këto me dorëheqjen e kreut të fundit komunist të Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachovit. Pyetja ime e parë për dy politikanët këtu pranë meje. Ra apo e rrëzuan komunizmin? Sistemi komunist. Po. Besoj që ra, nuk pat një, themi, faktori jashtëm ka qenë minimal, natyrisht ndikimi ishte qartë nëpërmjet mjeteve gjithmonë rritje të informimit, veçanërisht televizioni edhe kështu me radhë, por ishte një dështim total i sistemit. Me gjithë përpjekjet që u bën për ta modifikuar sistemin, sidomos përpjekjet që u bën në fillim nga Khrushchevi dhe pastaj nga Gorbaçovi, treguan që sistemi është i pakorrigjueshëm. Dhe ky ishte faktori kryesor, ishte faktori ekonomik. Natyrisht ati shtohen pastaj, si në çdo diktaturë tjetër, i shtohen dhe faktorët njerëzor, faktorët e qëndresës, faktorët e përpjekjes për liri që është në natyrën njerëzore, dhe ato pastaj ishin goditja e fundit që u bë. Paset nuk duhet ta imagjinojmë që, edhe duket qartë nga inserti, që i gjithë sistemi komunist ka qenë unik. Madje ai akoma s'ka rënë. Apo është në Kubë, është në një farmase në Kinë, por në pjesën më të rëndësishme që ishte Europa, i urrëzua në radh parë nga në Bashkimin Sovjetik, dhe roli i Bashkimit Sovjetik në kontrollin e diktaturave tjera në vendet që quheshin demokracie popullore ka qenë shumë i rëndësishëm. Duhet të njohim meritën e veçantë që pati Gorbaçovi, që kuptoi që ky sistem kishte marrë fund, kishte numëruar ditët e veta, pavarësisht se ai mbeti deri në fund ashtu siç ndodhi dhe me Ramiz Alim, pra ishte një lloj varianti në komunizmin botror që besonin që komunizmi kishte një të ardhme. Dhe pikërisht ndërhyrja e Gorbaçovit në dy drejtime, një në shpërbërjen e sistemit komunist dhe pastaj në shpërbërjen e kështjellës tij kryesore që ishte Bashkimi Sovjetik, janë natyrisht faktorët kryesorë pa cilët paktën një pjesë e zhvillimit demokratike në Europë do ishin të pamundura. Dhe natyrisht që kur them që pati diferenca, do them që vagoni i fundit në këtë sistem që po udhtonte drejt demokracisë mbeti gjithmonë Shqipëria. Do t'i rikthehemi dhe kësaj. Zoti Gjinushi, mendimi juaj ra apo rrëzuan? Sigurisht që s'pari sistemi dështoi, pra ra pastaj rrëzuan. Sepse kuptohet që kanë qenë disa dekada konkurrence midis dy sistemeve, pra pas luftës së dytë botërore u krijuan dy krah dhe konkurenca bazë ishte ekonomia. Pra do të triumfonte ai sistem që do të tregonte efektiviteti më të madh në ekonomi dhe në respektimin lirive drejta të njeriut. Dhe simbolika shumë e qartë në Gjermani, Gjermania që ndarë në dysh, që një mur, ku dy botët ballafaqoheshin çdo ditë, si thuash, dhe nuk ishin perëndimi që kërkonte shkonte në lindje, ishte lindja gjithmonë që tentonte të shkonte në perëndim. Prandaj dhe u ndërtua dhe muri i Berlinit, dhe ishte dhe rënja e këtij muri që shënon edhe fillimin e ndryshimit të madh, pra të rënjes komunizmit si sistem. Dhe sigurisht që krahas kësaj konkurrence, kuptohet që ishte konkurenca ushtarake, ishte konkurenca për hapësirën. Bashkimi Sovjetik u përpoq shumë duke shfrytzuar dhe perandorinë e krijuar që të kishte avantazh në këtë drejtim, por sigurisht që e bëj me kosto shumë të lartë dhe ekonomikisht nuk mund të ndiqte dhe të përballonte këtë konkurrencë. Pra përfundimisht sistemi dështoi dhe patjetër që një sistem që dështon aq më tepër një diktaturë nuk mund bjerë vetë, po se dha shtytjen edhe pakënaqësitë popullore, lëvizjet popullore dhe pra rezistencat apo organizimet e opozitave të caktuar. Sepse ka modele të ndryshme të këtij ndryshimi, pavarësisht që ato u bën pothuajse një herë në një periudhë shumë të shkurtër, dhe fakti që u bën në periudhë të shkurtër lidhet me atë që sistemin pastaj mbante BRSS-ja. Pra ishte Bashkimi Sovjetik që nuk i lejonte vendet e lindjes të shkëputeshin nga ky model.
sepse qoftë për Hungarin, për Çekin, për Polonin kishte dështu me kohë. Më mbrapa mund të ishtin çik Rumania, Bullgarin gjithashtu e kontrollon të fort Bashkimi Sovjetik, dhe Shqipëria për arsye specifike, se si ishim as lindje as perëndim. Kurse të tjerat, dhe këtu është roli pastaj ndryshimeve në Bashkimin Sovjetik, sepse ishte politika liberale dhe heqja e doktrinës së Brezhnevit, që dha mesazhin e qartë që ndryshimi mund të bëjë pa dhunë. Dhe pas kësaj, me njëherë efekti dominon ndodhi me Gjermanin, me Çekin, me Hungarin, me Polonin, dhe mbriti deri dhe në Shqipëri. Sigurisht s'ka mbaru krejt, sepse Rusia ende është një demokraci shumë solide, në Kinë përsëri ka një model, është një simbioz e çuditshme, domethënë, pra ndërtohet kapitalizmi në udhëheqjen e Partisë Komuniste, por i takon një pjesë tjetër, por për atë ndryshim të madh, pra që ndodhi në lindje, shkurt këtë do thoshim që sistemi dështoi dhe pastaj u rrëzua për të kaluar në këtë sistem të ri që kishte treguar për parësitë e vet. Që sistemi kishte dështuar, kishte 10 apo 10 vjeçar në fakt që dukej dhe përpiqej dhe ishin në përpjekjet e nomenklaturave përkatëse për ta mbajtur. Megjithatë, secili prej këtyre shteteve që vepronin brenda këtij sistemi kishte pamjen e vet të brendshme, po kishte edhe një pamje të tij të jashtme apo një dritare të propagandës, në të cilën kishin rolin e tyre diplomatët përkatës. Fillimisht me ju, ambasador Naumov, cili është roli diplomatit në kushtet e status quo-s? Po të Melioni pak deshe të rikthej tek pyetja e parë, sepse më njërë si po shfaket rënje e sistemit komunist është një anë, ana tjetër janë faktorët që kanë sjell deri në rënje të sistemit komunist. Komunizmi në vend që të krijohet më shumë demokraci, e ka krijuar një sistem diktatorial totalitarist. 7 vitet e sistemit komunist nuk arritën të binden njerëzit që mund të ofrohet diçka më tepër. Për shembull, të merren rendimenti i punës. Nuk kishte rritur më lart se kishte perëndimi. Niveli i jetesës popullsisë nuk ishte më lartë. Liritë e njerëzit, individit, nuk kishin më shumë se përpara. Në këtë drejtim, këto janë 3 pikët me të cilët mund të vlerësohet në shokeri sa është aft apo pa aft. Në këtë mënyrë, sistemi komunist e ka treguar që nuk është një sistem perspektiv, një sistem që është dështuar, edhe një sistem që paka për shumë është tepër utopike. Madje duke marrë, ata që kanë thënë parafolës, për ngjarjet që janë zhvilluar në vendet e lindjes, janë një anë, ana tjetër është dëshira e Gorbaçovit, e pameve tek dokumentari, me glasnost perestrojka për të demokratizuar. Më në fund, arriti deri në çasti kur pikërisht dëshira e tij për të demokratizuar e mundësit që nuk ekzistojnë fare për të demokratizuar sistemi komunist, kanë kushtuar edhe për pak edhe jetën e tij. Ashtu që unë them që kryesorja është dështimi i komunizmit si sistem, si një utopi, eksperiencë që u bë 7 vjet në ish Bashkimi Sovjetik, ka sjell deri në shpërndarjes në radhë të parë të kampi socialist, ashtu kjo e tërë kohës. Edhe në kjo se është fjallë për Jelcini. Jelcini është njeriu që ka kuptuar gjyqëra themelore. Së pari, që komunizmi nuk demokratizohet, së dyti, që duhet të shpërndahet perandoria e Bashkimit Sovjetik. Edhe kjo është rrugën. Kjo është rrugën. Për sa i përket diplomacia, sigurisht, diplomacia duhet të kishte ndryshimin e vet në sensi i ri,
që u kryua bas ndryshimet politike në vendet lindore. Është në radhë të parë, është plani i jashtëm. Nuk ka mundësi një shtet që politika e jashtme mbështetet tek parimi i internacionalizmit proletar apo më vonë socialist, që merr uvëzimet nga partia politike, se ishte shtet parti, të zhvillojnë një politika e përshtatshme për kohë. Ishte kohë kur duhet i kishin ndryshuar parimet e qëllimet e politikës së jashtme. Duhet i kishin zëvendësuar parimet e vjetërt të politikës e kaluarës, të sistemi komunist. Ashtu quhetur internacionalizmi proletar socialist. Ashtu quhetur patriotizmi që kallonte në për dashuri, vlerësohet sipas dashurinë në radhë të parë për Bashkimin Sovjetik. Një absurd. Apo, për shembull, problemet e marrëvëniet që po gjithmonë zhvilloheshin sipas uvëzimit i qendrës e Moskës. Në radhë të parë, politika e jashtme të vendet ish komuniste ishte të ndryshojnë imazhin e vendit e tyre. Unë mund të them për shembull për Bullgarinë. Bullgarinë ka qenë njohur gjithmonë si satelit i Moskës. Çdo vendim po merreshin nuk e marr pëlqimi i Bashkimit Sovjetik. E vë shkruar ky imazh që Bullgaria nuk ka zërin e vet. Politika e jashtme të Bullgarisë duhet të kishte ndryshuar në mënyrë të tillë për të treguar që nuk është më ajo Bullgaria e Bashkimit Sovjetik. Megjithëse Zhivkovi në 2 herë ka propozuar që të bëhet Bullgaria Republikë gjashtë vjet të Bashkimit Sovjetik, shikoj zotit që nuk arrit, por në fakt ishte Republikë gjashtë vjet. Kishte nevojë ka një politika e hapur, një politika e jashtme që do të krijonte imazhi i ri të shtetit demokratik, një politika e jashtme që do të ishte shumë më fleksibël, shumë më pragmatike. E një politika të çonte vendet ish komuniste, duke afruar më tepër me strukturat e organizatat evropiane, eve me anëtarësime e tyre, eve këtu do shta është vendi për të thënë që lëvizje studentore, ata pjesëmarrësit, sigurisht do vi rrallë, por politika e jashtme kishte një anë tjetër. Që unë them që kak vite kam qenë diplomat karrierës, në ka habitur bas ndryshimit që u bë. Faleminderit. Ja se diplomatët nuk i tregojnë shumë çfarë bëjnë diplomatët. Por në fakt në këto ndryshimet e mëdha diplomacia ka luajtur shumë rol. Biles ndryshimi i parë ky është që me politikën e Khrushchevit me Kennedyn që na politika vetëm e ballafaqimit u kaluan në politikën e komunikimit. Pra ku diplomacia fillon të marrë rol më të madh për të vazhduar pastaj vërtet sidomos me Gorbaçovin dhe sigurisht dhe Perëndimi bënte presion të madh edhe nëpërmjet korridoreve diplomatike, pikërisht që në vendet e lindjes të respektoheshin liritë dhe drejtat duke nisë nga vota e lirë, nga pluripartitizmi. Pra që duhet jetë populli që vendosë për shumica për qeverisje. Dhe po të shkojmë dhe më tej, ambasadat kanë luajtur rol edhe konkret, për shembull edhe në Shqipëri, një ndër që i dha shtysën e parë, ka qenë për shembull dhe hyrja në ambasadë. Pra diplomacia nuk ka qenë aq e urtë, ka qenë shumë aktive për të nxitur këto ndryshime për t'i pararendur apo për t'i Megjithatë, unë kam qenë dëshmitari një Rumanie të 87-91, që do të thotë Rumania e prag zgribit, e të ashtuquajturit revolucion dhe të post-revolucionit. Ndonjë me interes materialin, Rumuni i 87-ës vinte mbas një periudhe të deri në mes viteve 70, Rumania ishte një nga vendet me një bollok të papar. Pastaj fal disa politikave të çmendura të klikës së Ceausescut për atë që ai e quajti shlyerje totale të borxhit të jashtëm që ishte rreth 11 miliard dollar në atë kohë, Rumuni thjesht me bonsensin e tij e mirëkuptoi dhe shtrëngoi rrypet deri në 87-ën. 87-a ishte viti kur ai në Kongresin e Radhës të Partisë Komuniste Rumune deklaron me pompozitet shlyerjen përfundimtare të borxhit rumun në raport me Bashkimin Sovjetik, por edhe Perëndimin.
u mendua se do të gdhijej një Rumani e bollëkut. Nuk ndodhi kjo, mbas 5-6 muaj, 7-8 muajsh, një viti, Rumunia pa që ishte akoma më keq. Në 87-90 në Rumani, në të gjitha dyqanet e Bukureshtit, por dhe jo vetëm, gjeje vetëm dhe vetëm kavanoza. Trushira, do në ishte disi më keq se ne, nëse do bëjmë krahasim. 89-a lëvizjet në formën e gurëve të dominos mbritën edhe në Rumani, të gjithë njohim ngjarjet e dhjetorit. Do t'i kthehemi 89-ës më me do qëndroj 89-a më gjatë. Rolin e diplomatëve në atë. Po, rolin e diplomatëve. Roli i diplomatëve në atë kohë, unë isha sekretar ambasade dhe kishim raporte qoftë me ambasador koleg lindor, por edhe me ata perëndimor. Pyetja e perëndimorëve ishte pothuajse standarde. Çfarë ndodh ke ju? Çfarë bëhet ke ju? Përgjigja ishte pothuajse standarde. Ne vijojmë të qëndrojmë, kemi rrugën tonë, nuk kemi as lindje as perëndim, nuk kemi lidhje me këto që po ndodhin, sepse orientimet që vinin nga qendra ishin të mbanim një ekuidistancë. Nuk kishim rasti polak, po nuk kishim as edhe në rasti Oksidentit, i perëndimit. Kishim rrugën tonë. Më kujtohet njerë kolegu jonë perëndimor tha, kur do ta nisni? Thash, çfarë do të nisim? Ato që po ndodh tha në Evropën lindore. Sigurisht ishin, okej, dakor. I kaloje, vjeshe në vështirësi në atë moment. Vjeshe në vështirësi, duhet gjeje një përgjigje me shumë takt, me shumë diplomatikës, mos bëje dhe kinezërira të tipit që ne nuk do ta fillojmë ndonjëherë, sepse, por në këto, kjo ishte situata në atë kohë. Po kahu tjetër informacionit se njëri kah ishte udhëzimet nga qendra për ti. Këto i raportonin. Këto i raportonin. Kahu tjetër ishin orientimet që vinin nga qendra. Orientimet që vinin nga qendra ishin shumë interesante. E para njerë në raport me në raport qofte edhe me Kosovën. Kishte shpesher vinë orientime që neve befasoheshim dhe që orientoheshim. Kishte qëndrime nga njerë ku duhet ishim ekstremisht për mbrojtjes së Kosovës. Pastaj kishte qëndrime që duhet ishim pak të zbutur dhe të tërhequr. Këto ishin politika cilët duhet ishe shumë i kujdesshëm të shkodoje kur ishe në një ambasadë larg mungesa informacionet e tjera. Përsa i përket informacion... Po udhëzimet që vinin në raport me ndryshimet. Me ndryshimet e hapashme që ndodhin. Udhëzimet ishin lëviznin në këtë drejtime, Mirel. Qëndroni fort, shtrëngoni radhët. Absolutisht ishin terma të socrealizmit. Shtrëngoni radhët, dhe kur ndodhen ngjarjet rumune, kjo ishte fraza që përdoje më rëndom, me telegramet që vinin nga qendra. Pjesë tjetër e orientimeve ishin që juve nuk keni lidhje pra, si diplomatë e një shteti shqiptar, nuk keni lidhje me ato çfarë po ndodhin në vendin përkatës ku jeni, në Rumani, kolegët e mi në Bullgari. Ne kemi orientimet tona, kemi qëndrimet tona. Ishin orientime që nga njerë duhet të vije një filtr tëndim, pavarësisht se që në orientimet të qendrës, që mos t'i thoje ashtu dhe një kolegu perëndimor. Sepse merreshe në një rast si korean, në një rast si kinez, nëse kjo të vinte nga njerë në vështirësi, si kundër të vinte në vështirësi fakti që kur vjeshe përpara një diplomati amerikan dhe diplomati sovjetik, ne kishim tërësisht të ndaluar, madje me sankcione ekstreme dhënien e dorës. Kusht merr dorën me krah. Absolutisht. Madje ka raste shumë interesante. Kolegët e mi Korano Verior për shumë kishin gjetur një zgjidhje shumë origjinale kur flisnin me Korano Jugorët, se dhe ata e kishin tërësisht ndaluar. Por gjeni një shprehje në eter dhe thonin sot është kohë e mirë, i thoshte Veriori në Jugorit. Po thoshte ai, pritet që nesër të bishi. Ne as këtë lloj kodi nuk e kishim të ndaluar. Faleminderit. Zoti Kadia, fillimisht me ju, si pjesëtar atëherë i shtypit të shkruar. Si e ndjek media, një media që ka të bëjë në fakt me rinin, dhe përfaqëson në një farë mënyrë interesat, po dhe aspiratat e rinis dhe këndvështrimin e rinis, status quo brenda vendit, ndërkohë që jashtë vendit ka lëvizje.
Po, mire, unë në fillim do të bëja të hyrjen që bëri zoti Naumov për të thënë se sistemi komunist ra apo urëzua, për mendimin tim sistemi komunist ra duke urëzuar, duke ndarë në kohë edhe në hapësirë, sipas edhe asaj që tha zoti Ceka për modelet të ndryshme që patin në mbar sistemin komunist. Ra filloi të bjerë që në 25 tetorin apo 7 nëntorin në 1917 kur fitoi në të parin vend komunist në Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike, pastaj se shoqëruan më vonë, përballë reflektimit të dy modeleve, të modelit komunist të sistemit komunist që u krijua dhe të sistemit kapitalist që ishte në fakt i krijuar. Midis të dy modeleve filloi edhe ajo që quhet lufta e fjalëve. Propaganda filloi të punojë veçanërisht në modelin e parë, modelin sovjetik që ishte më vital, themi, në vitet e para të krijimit të tij, dhe në 1929 Radio Moska kishte një sër gjuhësh të huaj në cilë propagandonte modelin komunist të Bashkimit Sovjetik, por që justifikonte se fliste për të mos vënë në konfrontim me perëndimorët, justifikonte se po fliste për punëtorët e huaj që punojnë në Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike. Ndërsa BBC-ja edhe Zëri i Amerikës i filluan transmetimet, BBC-ja në 1940 enkas për të ngjallur rezistencën, për të mbështetur rezistencën në vendet ku ishte në prag fillimi zyrtar i luftës së parë botërore, ndërkohë kishte filluar pushimi gjerman në disa vende të Evropës. Dhe ky pastaj reflektimi, ballafaqimi modeleve bëri që modeli kapitalist të forcohej më shumë përballë modelit që ofrohej nga sistemi komunist dhe zbeja për shkak të asaj që vetë Marksi ka përcaktuar që sistemet shoqërore i ndrojnë vendin njëri tjetrit për shkak të rendimentit të punës, për shkak të rendimentit më të lartë, për shkak të bollëkut që pati në vendet kapitaliste dhe varfërisë që veçanërisht në disa vende u bë ekstreme të sistemit komunist, ai urëzua, si mbajtëm në gjunjës, dhe urëzua nga 89 deri në 91 duke erëzuar ngjarjet që ndodhen me murin, me ngjarjet në Romani, me ngjarjet në Gjermani, pastaj vim edhe te ngjarjet në Shqipëri, si guri i fundit i dominos. Ne ishim në luftën e fjalëve që bëhej midis dy sistemeve. Ne punonësit e shtypit, themi, të zërit të rinis të asaj kohe, ishim ajo që është thënë edhe prezantat e masave, thjesht një levë në duart e sistemit, e partisë së punës, dhe ballafaqonim vetëm sukseset, vetëm arritjet. Ne i merrnim vesh se çfarë ndodhte në Shqipëri përmes Zërit të Amerikës, i merrnim vesh përmes radios Evropa e Lirë, i merrnim vesh përmes radiove të tjera, sigurisht jo Radio Moskës, ndërsa ishim të detyruar dhe raportonin vetëm sukseset të cilat ishin pjesë e një qethjeje e censurës, që pastaj me kalimin e kohës ishte edhe vetë censurë, nuk ishte nevojë që të jete porosit drejtoria e shtypit në Komitetin Qendror të Partisë, që kishte në hyqëm të plot Zërin e Popullit, Zëri i Rinisë, Bashkimin dhe gjitha organet e shtypit që dinë në atë kohë. Raportonit për suksesin e gjë si shihni? Absolutisht, raportonin për suksesin që nuk i shikonim, ose bënin propagandë përmes fakteve që përmirësit e dalluara që merreshin nga 6.000-7.000 litra qumësh për lopë, për rendimentet e larta në prodhimin e grurit, edhe të tjera suksese e natyre, ndërkohë që kishim të udhëzimin, kishim Po me siguri ishte momenti që raportoi dhe për entuziazmin e rinis, për gatishmërinë e rinis, për unitetin e rinis, ndërkohë që të gjitha që nga dita e krijimit të Zërit të Rinis, që nga 43-shi edhe deri në sa përfunduam në 91-shin, pas frymë filluam të marrim realisht pas ngjarjeve të 8 dhjetorit. Megjithëse pak më përpara kishin arritur që ndryshimet demokratike mbas frikës simboli veçanërisht vrasja e frikës që ndodhi mbas pushkatimit të Ceaușescut në Rumani, në Shqipëri një sy i censurës u zbe shumë dhe ne fillom të botojmë edhe intervista të guzimshme të kohës, duke patur parasysh rolin që luajti Ismail Kadareja apo Judi Popa apo të tjerë intelektualë të kohës, dhe këta gjetën vend te Zëri i Rinisë një frymë tjetër që reflektonte edhe emancipimin e shoqërisë shqiptare, edhe të themi në thonjza disidentët e asaj kohe, intelektualët e asaj kohe, gjetën pasqyrim të Zëri i Rinisë dhe ne e fituam një reputacion më të mirë, por gjithsesi gjithçka ishte në kontroll të padiskutueshëm. Si funksionojnë marrëdhëniet e publikut me median, në këtë rast me median audiovizive, shtetërore, të vetmen, në kushtet e status quo? Unë do doja të vazhdoj një çik aty ku e la Iliri. Gazeta Zëri i Rinisë dhe televizioni,
një gjithë shtypit, po gazetës e Rinisë, dhe televizionit, dhe emisioni Rinisë brenda televizionit, ishin, si me thënë, me dy babalarë. Pse? Se cili kishte nga një drejtor, pa kishin kryeredaktor dhe kishin edhe dikët tjetër më sipër, po kishin atë që tha Iliri, drejtorinë e shtypit Komitetit Qendror të Partisë. Pra, duke qenë përballë dy drejtorëve, ne ishim si vëllezër siames të dy palët, pavarësisht se njëri ishte shtypi i shkruar dhe tjetri ishte media elektronike. Megjithatë do të them që televizioni ka pas një çik më ndryshe dhe unë do ta ndaj këtë punën e statu quo-s në dy periudha. Do të them që deri në 85-ën televizioni ka qenë tmerrsisht i ideologjizuar dhe asnjëri nga ne, po flas që të jam sa më konkret për emisionin e Rinisë, sepse i kysh ati që ka pas objekt e emisionin e Rinisë, ai është objekt edhe sonte. Do shkojmë atje. S'kishte kuluante përveç asaj, po i referon dhe njëri Iliri, të sukseseve të vendit tonë në ndërtimin e socializmit dhe të asaj që bënte rinia për këtë gjë. Pra kjo ishte një recetë të cilën ishte detyruar ta pije të recetë, këtë ilaç i tepë, dhe s'kishte kuluaje. Pas 85-s, unë do kujtoj një gjë shumë interesante që ai që quhej brezi i ri që ndërtonte Shqipërinë socialiste, nuk ishte thjesht kjo pjesa e parollës mbeti deri në fund, po nuk ishte ky brez, ai që thuaj. Pse? Sepse edhe unë, edhe Iliri dhe gjithë redaksia e Zërit Rinisë, ne që bëjmë emisionet e Rinisë, etj, kemi qenë dëshmitar edhe të një brezi tjetër që kishte filluar ta thyente këtë statu quo, këtë gjendje ideologjie. Filluar të mendonte. Po, kishte filluar ta thyente dhe unë e them konkretisht, një nga thyrjet e para ka qenë pikrisht ndërtimi atyre që ne kemi quajtur kanoçe. Pra, në përshpia, rinia, organizata rinisë si quhej atëherë, na bënte ne televizionit konkurrencë. Kishte filluar të shikonte ç'ndodhte në botë, pikrisht atë që fshihnim ne. Në qoftë se unë, për shembull, ashtu si dhe Iliri, në faqen e 4 të Iliri, neve pjesën e fundit të emisionit thonim rinia në përbot. Dhe thonim ato gjëra që na lejohet të thonim. Kjo rini që ndiqte emisionin tonë dhe ishte pjesëtare edhe në këtë studio, ai ishte filluar të shikonte gjë tjetër, para kishte ty. E kam fjalën, portar gjithmonë tek ajo ku do shkojmë, që po përgatitej jashtë dhe pavarësisht nga ideologjia e partisë në pushtet, një brez i cili do shkonte diku. Dhe ky brez, i cili kishte vetëm një televizion, dhe kishte një ideologji përpara, dhe kishte një lloj shkolle dhe një lloj edukate, ky brez kishte filluar dashje pa dashje të shikonte më larg se sa vendi ku jetonte. Faleminderit zotin Ndoce. Do të ndërpresim diskutimin në studio këtu për të vazhduar me pamjet filmike më të përqendruara për periudhën e vitit 89. Është një vit shumë i rëndësishëm, është momenti kur mbas dorëheqjes kreut të fundit komunist të Bashkimit Sovjetik, shtetet e tjera të ish bllokut lindor kanë humbur mbështetjen e tyre kryesore dhe në një farë mënyrë i kandidatët të numëruara. Viti 89 është viti që shënon ndryshimin e madh, është viti që ndryshon botën, sepse ndryshon në fundit rendin politik botror që u vendos pas luftës së dytë botërore. Ndjekim materialin në vijim dhe rikthehemi sërish në studio. 22 maj 1988, Janusz Kadar largohet nga kreu i Partisë Komuniste të Hungarisë. Vendin e 76 vjeçarit e zë kryeministri Karoli Grot. 6 shkurt 1989, në Poloni fillojnë bisedimet në kryezën e rrumbullakët midis udhëheqjes politike dhe opozitës polake. 5 prill 1989. Bisedimet përfundojnë me një marrëveshje, e cila parashikon rilejimin e sindikatës opozitare Solidarność dhe organizimin e zgjedhjeve me disa liri demokratike. 2 dhe 3 maj 1989, fillon zbutja e perdes së hekut në kufirin hungarez. 4 qershor, opozita polake fiton me rezultat të thellë zgjedhjet e para gjysmodemokratike. 16 qershor, nderohet me një ceremoni përkujtimore. Ish kryeministri ekzekutuar i revolucionit hungarez
të vitit 1956, Imre Naki në Budapest. Ceremonia shndërrohet në një simbol të fortë të ndryshimit të pushtetit. 27 qershor, në kuadrin e vizitës në Austri, ministri i jashtëm hungarez, Ila Horn dhe homologu i tij austriak i çajnë në mënyrë simbolike në Sopron Oldenburg perden e hekur. 19 gusht, disa qindra qytetarë të Republikës Demokratike Gjermane shfrytëzojnë mitingun paqësor të njohur si Pikniku Evropian në kufirin austriako-hungarez në Sopron për një ratisje masive në Austri. 24 gusht, me Tadeusz Mazowiecki, në Poloni vjen në fuqi për herë të parë një kryeministër jo komunist. 10 shtator, Hungaria shpall se do t'u lejojë refugjatëve të ardhur nga Gjermania lindore të kalojnë kufirin drejt perëndimit. 30 shtator, mbi 7.000 refugjatëve nga Republika Demokratike Gjermane, u krijohet mundësia që nga Berlini lindor të arratisen për në perëndim nëpërmjet ambasadave gjermano-perëndimore në Prag dhe në qytete të tjera të Europës lindore. 18 tetor, kryetari i Partisë Komuniste të Republikës Demokratike Gjermane humbet, Erich Honecker, humbet pushtetin e vet. Vendin e tij e zë Egon Krenz. 4 nëntor, në Berlinin lindor organizohen demonstrata masive me pjesëmarrjen e 1 milion vetëve me kërkesa për reforma. Demonstratat vazhdojnë gjatë gjithë muajit. 9 nëntor, 1989, Republika Demokratike Gjermane hap me njëherë kufirin e saj me perëndimin. Një masë e jashtëzakonshme njerëzish mblidhet dhe rrëzon murin e Berlinit. 10 nëntor, kryetari i shtetit dhe Partisë Komuniste të Bullgarisë, Theodor Zhivkov, detyrohet të jap dorëheqjen. 17 nëntor, kryetari i shtetit dhe Partisë Bullgare, Petar Miladenov, shpall zgjedhjet e lira. 17 nëntor, policia çekoslovake u kundërvihet me dhunë demonstratave studentore në Prag. Rreth 150 syresh plagosen rënd. Informacionet mediatike për vrasjen e një studenti rezultojnë të gabuar, por vendi shokohet rënd. 24 nëntor, revolucioni ka difenjë në Çekoslovaki. Pas protestave masive disa ditore, i jep dorëheqjen udhëheqja e partisë. 30 nëntor, Bashkimi Sovjetik paralajmëron se do të fillojë me zbutjen e perdes së hekur. 4 dhjetor, Bashkimi Sovjetik hap zyrtarisht kufijtë e vet. 7 dhjetor, kryeministri i Çekoslovakisë, Ladislav Adamek, i jep dorëheqjen. Pas disa ditësh bëson dorëheqja e presidentit Gustav Husa. 17 dhjetor, ministri i jashtëm gjerman Mock dhe homologu i tij çekoslovak, Jiri Dinstibir, presin telat me gjemba në praninë e medjave në pikën kufitare në Kleinhausdorf Hafe. 22 dhjetor, në Rumani rrëzohet pas protestash disa ditore dhe përleshjesh të përgjithshme. Kreu i partisë dhe shtetit rumun, Nicolae Ceausescu. 25 dhjetor, diktatori i rrëzuar rumun, Nicolae Ceausescu dhe shoqja, Elena Ceausescu, dënohen me vdekje dhe ekzekutohen. 29 dhjetor, shkrimtari dhe mbrojtësi i njohur i të drejtave dhe lirive të njeriut, Václav Havel, zgjidhet president i Çekoslovakisë. Jemi rikthyer sërish në studio, mbasi kemi qëndruar pak më me vëmendje në ngjarjet e vitit 1989, vitit që ndryshoi botën dhe në fundit dhe rendin botror të vendosur mbas luftës së dytë botërore. Kemi disa revolucione të cilat konsiderohen paqësore, po megjithatë dhe kaq paqësore në fakt nuk ishin. Kemi të bëjmë me modele, reagimi apo me strategji? Pyetje pra për dy politikanët të pranë neje. Mendoj që edhe këtu ka një ndryshim të madh midis asaj që ndodhet në Europë dhe asaj që ndodhet në Shqipëri, sepse nuk duhet të harrojmë që vende të tilla siç ishte Polonia, Hungaria dhe veçanërisht Polonia, por dhe Hungaria dhe Çekia kishin traditë të detyruar të një lloj opozite të heshtur, që ne quajmë disidencë, e reflektuar kryesisht me personalitet kulturë si që ishte Haveli në Çeki, cila nuk pati jetë për shembull në Bashkimin Sovjetik, po të kthehemi tek ajo që pam përpara për Solzhenitsin apo për Saharovin, që u detyrua të largohesh nga Rusia, kurse këtu ishte një fakt i pranuar, natyrisht që
padë një progres të madh, pastaj edhe me organizma tilla si që ishte krimi Solidarnost në Poloni, por edhe me krimin pak nga pak të, si që pamë, dhe të opozitave të mirë filta gjatë vitit 1989. Dhe natyrisht kemi një atë që quhet revolucioni Kadifej, do të thënë punët shkuan pak nga pak, natyrisht pamë që diplomacia europiane ishte shumë aktive, veçanërisht roli ka luajtur Gjermania ka qenë jashtëzakonshëm, jo vetëm në marrëdhëniet me pjesën lindore të shtetit të dikurshëm, por veçanërisht me hapjen e kufirit në fillim me Hungarinë dhe edhe pastaj me Çekinë. Dhe natyrisht e gjithë kjo klimë u zhvillua në indiferencë ose pamundësi të Bashkimit Sovjetik për të ndërhyrë, qoftë nga politika që kishte filluar Gorbaçovi dhe që u ndoq nga pasuesit e tij, po edhe nga një Bashkim Sovjetik që ishte në krizë të thellë ekonomike dhe që nuk mund të futesh tani në një aventurë e cila mund ta çonte një përplasje me Perëndimin. Dhe kjo krijuai të klimë, cilën ne kemi ndjekur me një zili të veçantë, sepse për fat keq është koha që asgjë s'ndodh në Shqipëri. Në mënyrë absolute asgjë nuk karakterizon 89-ën. Unë kam qenë në Berlin kur është hapur muri i Berlinit, kam pasur fatin e madh, jem po dhe fatkeqësinë e madhe do të them që e përjetova shumë keq këtë hapje sepse në Shqipëri asgjë s'po ndodhte. Pastaj kam qenë në festën e 28-29 nëntorit, kam qenë i ftuar nga ambasadori i atëhershëm Çaushi në Bonn, sepse kryeqyteti ishte Bonni, dhe më rekomandoj të shoqëroja një nga personalitetet e larta të politikës së jashtme gjermane, unë s'm kujtohet emri tani, kishte shoqëruar Strausin në vizitat e tij, në 2 vizitat e tij të vitit 1985 në Shqipëri, dhe më bëri këtë pyetje. Tha, pak a shumë ajo që i kanë bërë Rezeartit në Bukuresht. Tha, Shqipëria ç'do bëj tani? Dhe natyrisht u gjenda në pozitë të vështirë, sepse kisha edhe frikën që një konfidencë e thënë ndaj tij mund të dekonspiroj o nga një gazetë o kujt, siç ndodh që më ka thënë një profesor në një takim në Bonn, edhe natyrisht që profesori ishte shumë lehtë i identifikueshëm në personin tim. Dhe kur i thash që ne po i shohim, do guximi që pata i thash që e shoh me simpati atë që ndodh, dhe me të vërtetë nuk mund ta fshehja. Simpatinë që kisha për ato që po ndodhte, kishte ndodhur në hapjen e murit Berlinit, kishte ndodhur në Hungari dhe në Rumani, por i thash Shqipëria është pak jashtë këtyre ngjarjeve. Dhe më tha zoti Ceka, unë po t'isha në vendin tuaj do qaja me kuje. Pse i thash? Tha sepse keni qenë të parët në dyert e Perëndimit, kur erdhi Strausi, dhe unë e pata shoqëruar tha, tani mbetet fundi. Dhe kjo ishte me të vërtetë, Shqipëria ishte jashtë vitit 89, jashtë ndryshimeve të mëdha. Është një val që erdhi më vonë, erdhi siç ndodh gjithmonë. Edhe kur u larguam nga perandoria otomane ishim të fundit dhe e vuajtëm pastaj këtë largim nga anija që po mbytej, dhe kjo ndodhi edhe në vitin 89. Pra, në Shqipëri kishte pak disidencë, ne dinim se kush mendonte ndryshe, Brezion, ndiqnim ngjarjet, natyrisht i shprehnim simpatit në rrethe shumë ngushta, por nuk duhet të harruar që në krahasim me Shqipërinë, ishte ajo që ishte Hungaria e vitit 89, ose qoftë edhe 85, apo që ishte Polonia, ishte një parajsë e lirisë, edhe për të mos futur në çështje ekonomisë, por të paktën një shprehje minimale edhe e respektimit të disa drejtave minimale, pra ajo ishte një parajsë dhe Shqipëria ishte një ferr. Kjo pastaj përcaktoi edhe mënyrën se si u zhvilluan ngjarjet në Shqipëri, që ndryshe nga një lloj, po themi, evolucioni që ka ndodhur në vendet e ish demokracisë popullore, siç Polonia, Hungaria, qoftë Bullgaria, po pak më ndryshe Polonia, pak më ndryshe Rumania, Shqipëria, e kaloi me që pati një kondensim të ngjarjeve dhe një pasivitet të plot në reflektimin e asaj që po ndodhte në Perëndim nga Partia e Punës, që i përgjigjesh në mënyrë negative çdo
hapi që bësh në përëndim, dhe ne mbajmë mend që se si kritikohesh modeli Jugoslav, kur ai të paktën ishte një lloj, për shembull, përzierje me ekonominë e tregut, dhe se si ne ju kundërvuam atij sistemi, apo se si u prit perestrojka edhe glasnost të Gorbachovit me një armiqësi të hapur në Shqipëri, madje edhe atëherë kur Kina, që kishte qenë modeli Partisë Punës, me Deng Xiaopingin bëri pak hapat e para, kur thanë që ta lëmë politikën e t'i futemi ekonomisë, ne i mbajmë mend këto parudha, ne i thamë që politika duhet të jetë në plan parë dhe rënuam fare ekonominë. Pra, duhet të them që gjithë këto ngjarje krijuan madje një farë klime pasiviteti tek intelektualët. Do them që kjo bëri që intelektualët në vitin 90 kanë qenë një pjesë jo shumë aktive në atë që ndodhi. Pra ishin një minë në potencë, më i mungonte fitili. Dhe ky fitil pastaj u bë rinia studentore e dhjetorit 1990. Si përktheheshin sinjalet që vinin nga Europa lindore në 1989 në individ, në shtresën e intelektualëve, në struktura? Tani, për të përgjigjur një pyetjes që fare shkurt, kuptohet që ka pas një strategji, sepse në fundit që pas luftës dytë, të dy grupimet kishin strategjinë e tyre, lindja për triumfin e socializmit dhe pendimi për të kundërt. Pra për të treguar vlerat e shoqërisë të tregut, shoqërisë lirë, dhe për të çuar në falimentin apo në çlirimin e vendit lindjes në diktatura komuniste. Kështu që kur kjo luftë betej u fitua, aty është periudha pikërisht e Gorbachovit me Reaganin, patjetër që pas kësaj, me që Bashkimi Sovjetik e pranoi kapitullimin, atëherë sigurisht që ndryshimet pastaj që pësuan do ishin të menjëhershme, por çdo të ndryshime kishin specifikat e vetë. Sepse siç tha dhe Neritani, ishte tjetër situata në Poloni, tjetër Hungari, tjetër Çeki, tjetër Shqipëri apo Rumani, pasi këto diktatura mbaheshin njëherë në Bashkimin Sovjetik, po mbaheshin edhe në diktaturat e brendshme. Vendet në cilat prej kohësh, si thuaç, e kishin pranuar ose përjetuar dështimin e komunizmit, pra si Gjermania, Polonia, Çekia, Hungaria, dhe që mbashin vetëm në forcën e ushtrisë ruse, sepse dihet si është shtypur dhe kundër revolucionit hungarez, dihet edhe problemi i Çekisë, ku tendencat për demokratizim përsëri u shtypën me tanket ruse, kurse Shqipëria kishte atë specifikën që dështa shfrytëzonte deri në fund, që duke qenë jashtë traktatit Varshavës, ta quante veten jashtë të dy influencave dhe për ta mbajtur gjoja një model më afatgjat. Tani për të mbrit tek kjo, si patjetër që dhe në Shqipëri gjërat nuk ishte statu quo gjithkohon, pakënaqësia ishte në rritje, veçanërisht pas lidhjes me kinezët, pra sepse Shqipëria nuk pranoi as revizionizmin që tentoi Krushovi, as pra politikat e hapjes që u tentuan në atë kohë, po ndoqi politikën më ortodokse komuniste, por duke shkuar edhe madje edhe më larg, sepse edhe kur Kina vendosi të bëjë një politikë hapje, siç është modeli që ata ndjekin sot, një kombinim pra edhe i pronës private apo kapitalizmit me socializmin, përsëri Shqipëria ndoqi rrugën më kokëforte duke thyer gjitha rekordet që socializmi mund ndërtohet edhe në shtet të vetëm, madje edhe në shtetin më të vogël dhe më të varfër. Gjithë teori që se ka formulu kurkush tjetër, pra ishte një model tipik shqiptar. Dhe pra me kalimin në këto politika ekonomike, patjetër që ekonomia shkoi në të kundërt dhe vitet 80 janë tashmë vitet krizës ekonomike. 80 deri në 90-ën kriza filloi të marrë dimensione tani dhe të jetë tepër e perceptueshme, zuri dhe qytetin dhe fshatin, pra mungonin ushqimi edhe në fshat dhe jo më në qytet, sepse filluan dhe këto politikat e tufzimit, pra deri çdukes dhe të oborit të fshatarit. Pra gjithmonë ne ecëm në kat kundër madje, thash edhe me politikat revizioniste që quheshin kineze apo. Kështu që gjitha këto e kishin rrit pakënaqësinë, gjitha këto kishin bërë që pavarësisht nga kontrolli që kishim mediat,
tashmë në qaqet intelektuale dhe në rast të rinis apo shtreza caktuara flitej. Nuk ishte më periudha ku çdo gjë që bënte partia ishte amin, kështu në pamje po, por në të vërtet jo. Madje edhe luftës klasa i kishte dalë tashmë boja, sepse ajo kishte kaluar dhe një luftë brenda llojit. Pra pas viteve 70 nuk ishte më luftë as me ballistët apo me legalistët apo me palën e humbur në luftën e dytë, po ishte luftë brenda partisë. Madje thoshin që armiku më i keq është armiku i brendshëm, i fsheti e tjera. Si kjo që ndoste në rrethet e ngushta. Pra të tëra këto, patjetër që bën që viti 89 është tashmë viti i një reflektimi që filloi të ndihet. Sigurisht perceptimi dhe roli i ambasadave me që pyetet, mesazhet vinin. Pra dhe diplomatët nuk janë mjaftuar gjithmonë vetëm pyesin çfarë do bëni. Edhe kanë vepruar. Pra, edhe kanë ndihmuar për çfarë do bëni. Dhe pse po të kujtojmë edhe në Shqipëri, ashtu siç edhe dërmën apo goditjen e fundit, edhe në Gjermani e tjera u përdor rruga ambasadave, pra hikjet masive nëpër ambasada, dhe Shqipëria ka nisë me një episod shumë të vogël, ishte familja Popa që hyri në ambasadën italiane, dhe që për herë të parë shqiptarët panë që kalimi i kufirit nuk ishte me automatik, që ata suquajtën tradhtar, pastaj pavarësisht çfarë u fol u bë, u lejuan të ikin, pastaj ndodhi një tjetër me ambasadën turke, kështu që dhe kjo thyeu atë psikozën dhe u kuptua që Shqipëria se aqër sa të qahet pak dhe pastaj bëhet rrugë, pra po bëj rruga dhe vlerësoj të paktën me që kemi përjetuar në atë periudhë, që në 89 bëj pyetja, po ne ç'do bëjmë. Pra nuk shtroj ma, do ndryshonte Shqipëria, problemi ishte çfarë rrugë do ndiqte Shqipëria për t'ju bashkuar këtij modeli. Ka shumë që thonë që Rumania detyroi pastaj dhe mundet, sepse Rumania tregoi një gjë të qartë që ndryshimi ishte i paevitueshëm, sistemi kishte falimentuar. Problemi ishte që nëse do tentoje që nëpërmjet diktaturës brendshme ta mbaje me forcë, rrisje vetëm dhunën, po jo jetëgjatësinë. Pra jo vetëm bënte që na një ndryshim paqësor, siç u realizua në Poloni, Çeki apo Hungari, të bëj, mund kalon dhe në përplasje civile, siç ndodhi në Rumani, po dhe atje se thosh, nuk që shumë masive dhe afat gjatë, sepse sigurisht mbështetja për regjimin që e dobët. Kjo është kaq e vërtetë, Skënder, sa që ne vinim re këtë tek fryma e orientimeve që vinte nga qendra. Ishin shumë të interesuar për të përcjell detajet se si po vepronte klika Ceaușescut në raport me këto. Më pas ne kuptuam që të gjitha këto merreshin dhe analizoheshin për të parë se si do veprojnë në një rast tjetër. Dhe po ta vije frymën e orientimeve, fryma e orientimeve ishte e tillë, kishte një fjali që ishte e përgjithshme në të gjitha orientimet që vinin. Shok, tani jemi të vetëm. Pas rënies së procesit rumun, çfarë ndodhi në Rumani, Tirana zyrtare pa që shumë shpejt të gjithë interesimi lindor, por dhe perëndimor do të drejtohej si kundër u drejtua. Sepse do bëhej cikli, do mbyllej cikli me Shqipërinë që ishte pjesa fundore e gjithë asaj që lindi në Evropën lindore. Kështu që ne kishim një specifik, ne ishim dy fish Shqipëri në një ambasadë në atë kohë. Pra dy fish më të izoluar. Në qoftë se juve në Tiranë, për shembull, kishit një lloj informacioni që vinte nëpër vendet ku punonit ose ku dilnit ke gurje së shëtitje. Ne kishim një dizavantazh sepse ishim tërësisht izoluar. I vetmi kontakti ynë që ishte në atë kohë ishte kontakti zyrtar i orientimeve që vinin, që ishin ekstremisht të kujdesshme, dhe gazetat që shkruante Iliri, dhe në atë kohë ne na vinte shtypi zyrtar. Zëri popullit, bashkimi, zëri rinis, nga e cila duhet ishe shumë i kujdesshëm që të shkodoje një shkrim ose të kaloje për tej. Informacionet që vinin nga shtëpia ishin akoma më të rezervuara, sepse ishte e pamundur që të merr një informacion nga të afërmit e tu se ç'ndodh në Tiranë, duke marrë parasysh komunikimin telefonik. Pra, kjo ishte ai ishulli i vogël i një ambasade në 89. Vetëm informacion që merrnim ngaherë ishin në kontaktet që kishe me homologët në përpritjet e shumta, ku mësoje se çfarë po ndodhte ose çfarë pritet të ndodhte në Shqipëri. E thoshte njëherë homologu jot francez, njëherë homologu jot italian,
më pas një rumun, një ungarez apo një bulgar. Shikoni se, ne bënim sikur i dinim gjërat, normalisht, sikur, por që me shumë ekuilibër, i thonim që, okej, janë procese që do kalojnë, gjithçka do të vihet në vendin e vet. Kjo ishte ambasadet. Kishit kontakte ju me homologët tuaj rumun në Tiranë? Jo, nuk na lidhin kontaktet me diplomatë rumun në Tiranë. Me diplomatët rumun që ishin në Tiranë? Jo, nuk ishim, nuk ishim, kishim edhe me Ministrinë e Jashtme, pastaj me segmentet caktuara të shtresave rumune, intelektual rumun, komshin të rumun, njerëz të letrave të artit, sepse të lidhte puna, të lidhte dhe aty shikoje dohen shtresat të ndryshme rumune dhe pakënaqësi të ndryshme në raport me në 89-ën, me para 89-ën, me 89-ën, po pse edhe me post 89-ën. Përjetimi personal, emocional në momentin që u ekzekutua çifti Ceaușescu? Shiko, ngjarjet ishin kaq të vrullshme sa që nuk arrije dot të orientohesh me një ngjarje që ndodhte sepse vinte tjetra. Imagjinoni, nga momenti kur nisi, unë kam qenë në shesh në kohën kur nisi në revolta e madhe përpara Komitetit Qendror dhe ku Ceaușescu doli për herë të fundit. Shikoni se çfarë ndodhte me Ceaușescun. Këta diktatorët do janë ekstremisht paranojak. Në kohën që ishte bërë masakra e Timișoarës, Ceaușescu dilte dhe thoshte që shiko, do t'ju rrisim rrogat. Pra, ka një paralele me mentalitetin e këtyre, mos japim shembuj të tjerë, mos vim në Shqipëri, po. Do t'ju rrisim rrogat. Do të lëvizni të lirshëm. Ndërkohë, momenti ka qenë i tillë, unë qëllova në shesh, sepse duhet të shkonim, për të mbledhur informacione çfarë bëhej. Për herë të parë Ceaușescu u ballafaqua në jetën e tij me shprehjen post Ceaușescu, e cila filloi nga fundi i turmës dhe në formë valesh pastaj u përhap deri poshtë balkonit ku ai po mbante fjalimin. Ka që papritur ishte ajo për një njeri, shqetësoj sikur mund të bënim një paralele me Enver Hoxhën që në një nga mitingjet e një majit dikush ndalonte dhe turma të thoshte poshtë, sa që nuk parinte të ambientoj dot me këtë të papritur. Një dorë tërheq e fut brenda dhe aty pastaj fillon gjithçka që u krye në 4-5 ditë. Në Shqipërinë e sotme, zoti ambasador, në Shqipërinë e sotme është pothuajse e zakonshëm, është bërë pothuajse i zakonshëm ndikimi që kanë ambasadorët në jetën e vendit, qoftë kjo jetë politike apo qoftë edhe për prezencën që kanë në media e tjera. Në Shqipërinë asaj kohe në të cilën ju ishit ambasador, cili ishte roli i një ambasadori, dhe ky është dimensioni zyrtar, dhe ana tjetër në dimensionin personal, privat, si i bashkonit me njëra tjetrën, atë përvojë që vinte nga vendi juaj, që kishte kaluar shndrimin, me përvojën që kishit para syve, ku ishte indiferenca dhe inercia ndaj shndrimit. Unë desha të përcaktoj që unë erdha ambasador në 9 vjetën. A 9 vjetën keni ardhur? 9 vjetën, por desha diçka të shtoj se përsa i përket ashtë kyetur revolucionit të buta, se ju e përmendet për para se edhe nuk ishin kak të buta. Unë jam i mendimit se revolucionit ishin të buta. Se në atë kohë nuk ishte një opozitë, asnjë nga vendet e ish bllokut komunist. S'kishte një opozita e formuar zyrtarisht. Nuk ishte parti opozitare, nuk ishte lëvizje opozitare. Kjo është një lëvizje spontane. Njerëzit nuk durojshin më së gjuti. Perandimi sigurisht. Vite me radhë ka punuar në politikën e jashtme, Bashkimi Sovjetik në vitet 8 vjet ka humbur shumë nga pikët që kishte fituar në vitet 7 vjet. Shumë nga pikët. Ishte qartë që po afrohet fundi i sistemi komunist. Por këta lëvizje në raste kur ka qenë më e gërt, të themi në fojzën më e gërt, reagimi i popullsisë apo të lëvizjes demokratike, fillimi i lëvizjes demokratike, ishte për shkak të reagimit të pushtetit. Edhe ju e dini, forca me të cilën shtypet shpirti i njeriut është barës me forca me të cilën çlirohet. Prandaj unë për mua vetë ngjarjet në Shqipëri ishin pikërisht pasoja e diktaturës së egër,
nuk them vetëm komuniste e veriste, pasoja i izolimit të shtetit nga botë, ju e dini më mirë, izolimi i të mërshëm të popullit shqiptarëve në kjo se një ditë duhet të gjykohet sistemi i kalurës në Shqipëri, duhet të gjykohet për fakti që izoluar ky popull nga botë 40 vjetë e më shumë, që ka pasojët të veteve do të keteve në të ardhme. Këto ishin njerëz intelektual, ishin njerëz që klubet të ndryshme dhe ashokjatët të ndryshme kishin lidhur njëri me tjetrin vetëm për të shprehur mendimin e tyre ndryshe se ka kenë politika zyrtare. Unë më kujtohet një rast, se keni përmendur, kanë qenë shefi sektorit të Shqipërisë në Ministerinë e Jashtme të Bullgarisë në atë kohë, e ndërkohë kishan ngërkuar me marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik, sepse Bullgaria sipas marrëveshjet ngjashvetet, Bullgaria po prezantonte Shqipëria në Bashkimin Sovjetik. Unë kam patur mundësi të takoj edhe dy anët, edhe me njerëz të ambasadës sovjetike në atë kohë, edhe të ambasadës shqiptare që po vinë duke kërkuar ndihmë. Aksa mundësi kishte Bullgaria në atë kohë për të ndihmuar. Të tjerët po merreshin në një mënyrë apo tjetër nga Bashkimi Sovjetik. Ishte fjalë për driftat, ishte për mieli, ishte për shekeri, gjëra të tilla. Por kur e kam bërë këtë pyetje kërkuari me punë në atë kohë në Sofje, në ambasadën shqiptare, ai më vak të përgjigje këtë, edhe zotëri këtu e kanë dëgjuar, zoti Rezar atje ka dëgjuar në një përgjigje të tillë se nisoj se unë lexoj Zëri i Popullit. Nuk ishte asnjë pjesë nga sensi i diplomatit. Ai nuk donte, madje nuk donte të takonte me ne, me njerëz ministerial. Ne ishim revizionistë. Me juve nuk diskutojmë. Ne jemi jashtë Traktatit i Varshavës. 68 e kemi praktisur. Ne jemi jashtë Knerit. 61 e kemi ndërpritur marrëdhëniet me Knerin. I thash, si do të jetë? Ju e keni kalluar nga 3 etapet. Mikisia shqiptaro-jugoslave, pastaj mikisia shqiptaro-sovjetike, pastaj mikisia shqiptare kineze, që është dy e mave. Por tani, derisa jeni vetëm një vend socialist në botë, çfarë do bëni? Asnjë përgjigje. Asnjë përgjigje. Kisha fjalë se çdo gjë komandoheshin nga qendrat. Eva ata që kishin mendimin e tyre nuk guxoheshin asnjë fjalë më tepër se ata kishin marrë si uvëzim. Ashtu që unë poroj ato mundësi për të shprehur për rolin e ambasadës e ambasadorin në 9 vjetë, kur për mua ishte një vetë mjaft i vështirë për botën, për bota ish komuniste, sepse është për të marrë pushteti merresh, po si do të bëhesh. Faleminderit. I kthehemi prap pjesëtarëve të medias që kemi këtu në studio. Një mision i vështirë i medias në momentet kur ndryshimi sa vjen dhe afrohet. Rreziku në thonjza për politikën editoriale në përfaqësim të së cilës ishit, sa vinte dhe bëj më i afërt, ndërkohë që njeriu, individi, mbasa mendonte ndryshe. Kishte mundësi, kishte hapësirë, flasim për vitin 1999, nuk ka ardhur ende vitin 1990, flasim për 99. Kanë rënë... Lapsus. Për 1989. është rëzuar komunizmi në të gjithë Europën lindore, ngjarjet e Rumanisë kanë tronditur opinionin publik dhe në Shqipëri, dhe media është midis, e shkruara dhe televizioni. Ju ku ishit? Unë nuk jam dakord me zotin Cega që tha që në 89 në Shqipëri nuk ndodhte asnjë gjë. Jo, në Shqipëri ndodhte një gjë groteske. Në 89 Ramiz Elia për të zbutur krizën proteinike të shtetësve shqiptar, që merrin nga 1 kilogram mish në javë, nga 5 kokra vezë në javë, nga 5 kokë gjakë duket ishte norma e familjes në javë, sepse kishte ndodhur që ishte shoqërizimi total, edhe në bujësi i pronës, ishte bërë të uzimi i famshëm, drangull ishin dyqanet mbas 87-s në Rumani, tha miku im, por në Shqipëri ishin vite më përpara.
mosmarrja e kredive nga Kina pas prishjes me të në 78-ën e bëri ekonominë shqiptare që të gjente zgjidhje origjinale, me kooperativa tipit të lartë, me të udhëzimin, me mekanizmin e ri ekonomik, ishte hedhur duke kopjuar perestrojkën e Gorbachevit dhe Ramizalia, kurse në 89 pikërisht edhe 90 arrin kulmi. Jepet një porosi e Komitetit Qendror të Partisë që obori të ketë 2 keca. Po ata të jenë meshkuj. Pse? Vje fotoçami në Komitetin Qendror të Rinisë, të zëri Rinisë, ishte dhe si gazetar, dhe i bëhet që pyetje e tillë. Përse keca të jenë meshkuj? Që mos ketë riprodhim të tufës, ta. Se po tjetë kimi kecë mashkull dhe njëmi femër, ta pasakosh, ta nuk do bjenë dashuri, po do riprodhojnë tufën, do zerohet, ne jemi kundra pronës rritjes së oborit. Obori kooperativist, sipas të rinit, lind çdo ditë çdo orë, prona private lind kapitalizmin. Në 89-ën, i tillë grotesk zhvilloi në mjediset politike shqiptare, të tilla porosi jep të Partia e Burrës e Ramizalia, po zëri nis nuk mund t'i jepte edhe nesme këto. Por tek të rinjt kishte propagandë tjetër, kishte një gazetari tjetër, ishte gazetaria e Barsaletës, që e denigronte shtetin shqiptar të kohës. Të zëri nis absolutisht nuk mund të gjetë. Siç thashë edhe përpara, edhe në 89-ën, politika liberale e disa drejtuesve të kohës, gazetarëve të kohës, por edhe pak më lartë, duke reflektuar me serialisht frikën që lindin pas vrasjes së Ceaușescut, krijoi mundësira që të depërtonin mendimin e shkrime të intelektualëve të kohës, por me sukseseve nuk ju ndam për asnjë çast. Mbaj mend një barset të kohës, të gazetarisë kohës, dy të rinë në Mirdit, Gjela Biba dërgonte letër Komitetit Qendror të Partisë Ramizalis, edhe ata të dy duke pirë nga një gotë raki mareje me një kokër hudhër, duke dëgjuar në orën 8 televizionin shqiptar, edhe ju ishte atëherë me fjalë, televizioni ishte Sine, si zëri nis. I thoshte letra, i thoshte me gëzim të madh plenumi i Komitetit të Partisë të Mirditës, i thoshte kemi realizuar planin e mishit 110%, planin e grurit 117%, planin e djathit 120%, planin e vezës 161%. Dhe Kola i thot prengës, po ne që kene planifikuar mos me hangër më prengë. Ne pas kene pas me plan mos me hangër, se ta sajnë asë gjë. Nga që kështë realiteti me i fjalë. Por ne vazhdonim sërish të pasqyronim sukseset e mëdha të Partisë Punës. Pasi do diskutimi. 89-a për Shqipërinë do të pas vrasjes së Ceaușescut mbolli frikën. Frika e drejtuesve të Partisë Punës se si do ta bënin zbritjen e butë të Shqipërisë në rrugën ku orientim kishit për pasqyrim, për mënyrën e pasqyrimit të ngjarjeve nga gazetë. Mënyra e pasqyrimit të ngjarjeve, heshtje për gjithë çdo ngjarje që tregonte të vërtetën se çfarë ndodhte në burgjet shqiptare, se çfarë ndodhte në kampet e përqendrimit, se çfarë ndodhte gjithandej në jetën e vërtetë shqiptare. Absolutisht në faqet e zërit të rinisë nuk kisha si arresht. Për ngjarjet jashtë vendit? Për ngjarjet jashtë vendit ne i perceptonim, i jepim sipas komunikatave që jepte Ministria e Punës së Jashtme të Shqipërisë, sipas falimeve që bante Shaku Ramis. Pa diskutim. Ose sipas atë shës. Si atë shës. Po sigurisht, si Rezi. Si Rezi. Rezi thoshte që Ceaușescu vrasi një plan i UDB-s për rrëzimin e tij dhe ne thoshim çfarë thoshte Rezi. Në vazhdim të Ilirit gjithmonë, se nuk dua ta ndaj veten nga Iliri, unë kam përshtypjen që ne jemi ndeshur në atë kohë, domethënë flas gjithmonë, dua ta vazhdoj pas 85-s këtë punë. Jemi ndeshur gjithmonë midis dy realiteteve, një realitet që ishte në Shqipëri dhe një realitet që na vinte nga bota, ashtu pak po na vinte. Edhe dikush përpiqet merrte edhe më tepër. Në këtë realitet që ishte në Shqipëri, derisa arriti viti 1989, ka qenë një jetë mediatike shumë e tensionuar. Për shembull, unë duhet të bëhem konkret, me qenë se kam mbuluar atë pjesë që quhej Organizata e Rinisë ashtu si Iliri. Ishte tensionuar sepse kishin filluar këta të rinj, dhe sidomos studentët, të mos na besonin më. Mos na besonin më ato që jepnin. Pse? Sepse ndodhi ajo që ndodhi pas 85-s, neve për Zoom, në kuptim figurativ, njëri që erdhi nga Gjermania Perëndimore, për Zoom, nuk e dëgjuam. Pas asaj, ta, Zoti Skënder, një ngjarje shumë e madhe që na ndodhi ne afër televizionit, futja e vëllezërve Popa, e familjes Popa në ambasadë. Të parët që shkonim për të marrë vesh në gjë, ishim ne televizionit, dhe kjo ndikoi edhe tek neve. Në disë këti lloj realiteti, këti realiteti që jetonim neve, po që jetonim edhe me frikët e mbas edhe flisnim dhe me Ilirin, kur pinim kafe poshtë Bashkinë Profesionale e Ilirit kujtohet, ishim 3-4 veta, 5-6 veta që edhe e hapni që gojën më tepër.
Apo së shkëshu. Me gjithate, kur vinde puna ke emisioni, s'na e mbante, se ishte ajo korniza. Por ma duhet të mi gjë, që ky brez, që jetoj në atë ka, ishte paranesh, filloj të zhgënjehet shumë shpejt. Pse? I krish në këtë kohë, kur Shqipëria po shkonte drejt një dekadence, që s'dije se ku e kishte fundin. I krish në atë kohë, kur Europa lindore ishte filluar ta bënte zgjidhjen me atë që kishte ndodhur, tek ne po ndodhe një fenomen i çuditshëm. Po fillojmë me atë që ta juve s'duhet ta përsëris. Po unë edhe ti Ilir kemi asistuar, për shembull, kujtojmë pallatin e kongreseve, një takim me kryetarin e shtetit të Shqipërisë, i cili kishte mbledhur të rretrit e Tiranës dhe i thoshte atyre që do blej kaq mijë ton hekur që të fusin punë kombinatin autotraktorëve. Kujtoj Ilir, kemi shkuar për të përuar azotikun e ri në Shqipëri që s'u përdor asnjëherë, që ishte bler me dollar nga Kina ku diun se çfarë. Kemi shkuar 100 herë në atë të famshëm në Kurull, Milot Rëshen Klos, që s'u bë asnjëherë. Pra kjo rini, e cila pretendonte të punonte, mendonte që do t'i japi rrugë nëpërmjet kësaj lloji propagande. Kjo u zhgënjye në vend. Kjo rini. Kështu që ne ishim përballë dy realiteteve, dhe realiteti që kishim brenda ishte shumë i vështirë për të pasuruar. Jeni vënë ndonjëherë në pozitë të vështirë në punën në terren, se dhe kjo është pjesë e punës gazetarit, në kontakte me të rinj kur kanë dhënë deklarata, prononcime që ju kanë vënë pozitë vështirë? Unë kam një gjë shumë konkrete. E kujtoj që duhet ke qenë fillimi i 89-ës ose mesit të 89-ës një vendim i byros politike, mbasi zoti Skënder ju kujtohet, ka qenë që studentëve dhe mësuesve të ri të krijojë një lehtësi lidhur me biletat, nuk e di se çfarë. Kushtet e mësuesve. Diçka me biletat për të vajtur në shtëpia, domethënë punë transporti ka qenë. Për furnizime. Ishte një vendim i byros politike dhe mua drejtori i përgjithshëm më thret në zyrë dhe më thotë, do shkosh të bësh një emision urgjentisht për këtë punë dhe ke fare kollaj ta se do shkosh ta bësh në Tiranë, në Universitetin e Tiranës. Dhe unë siç isha drejtë ke histori filologjia, me kamerë mikrofon dorë. Mirë po, unë kam mësuar një bllaf shumë të madh, sepse isha i detyruar të shkoja ta bëja dhe mendova që të paktën atë 20 lekë, 30 lekë për typ në tren, do ja kursenin prindërit këto studentë ose do merren ta fusin ta përdorin për qefin e tyre. Edhe po jo them, nuk e harroj sa tjetër. Njeriu e parë që kam intervistuar më tha, nuk do ta provojmë këtë që po na thon. Mirë, po ma tha sa dhe në mikrofon. Kuptohet që unë nuk e dash. Po që zgjodhi, nuk do e vija në emision, sepse po do e vija do ma ishnin. E kam fjalën këtu që neve filluam të kuptojmë që pikërisht të parët ishin këta studentë që s'po e pranonin në realitetin. Ishin pikërisht të studentë. Dhe neve avash filluam të kuptojmë dhe një gjë tjetër, që si të bëjmë ta devijojmë pak emisionin sepse po na e kërkon dhe koha. Kujtoj që gjëja e parë që kemi bërë, revolucioni i madh që kemi bërë në emisionin e rinis në atë kohë ka qenë rubrika në përbot, ku kujtoj si tani një djalin e ri që erdhi në televizion për të filluar punë, Pedri Bozon, me cilin kemi filluar një rubrikë që s'ishte bërë njëri në jetë. Të binim artin dhe muzikën e botës në emisionin e rinis. Të vetme gjë që na e leju në ato. Faleminderit. Kemi ecur me diskutimin ton, po dhe me materialin filmik deri në vitin 1989. Vitin kur u rrëzua sistemi komunist në të gjithë Europën lindore. Shqipëria kishte mbetur vetëm, ndërkohë që e gjithë bota digjej rreth e përqark kësaj, ose ndryshonte, ose përmbysej, në Shqipëri vazhdonte mbyllja e madhe. Deri ditën kur të rinj zbritën në shesh për të rrëzuar murin shqiptar, statujën e ish diktatorit. Gjeki materialin në vijim dhe rikthehemi sërish në studio. Pas afro 46 vitesh tirani, shqiptarët, të nxitur nga ngjarjet në Europën lindore, por edhe nga gjendja e vështirë në të cilën ndodhej vendi nga politikat e gabuara të qeverisë, filluan të kundërshtonin regjimin komunist të Ramiz Alis. E kuptoni se ç'po ndodh? Gjendja politike ishte e vështirë për Partinë e Punës.
Regjimet komuniste në të gjitha vendet e Europës lindore kishin rënë. I fundit, kishte qenë regjimi rumun që kishte mbaruar në mënyrë të përgjakshme. Komunistët shqiptarë nuk po reflektonin. Shqipëria kishte mbetur vendi i fundit me regjim komunist në Europë. Në 26 mars 1990, organizohet demonstrata e parë masive antikomuniste në Kavaj, e cila shtypet me ekërsi. Për herë të parë, hyhet masivisht diktatori Hoxha. Demonstrata nxit fillimin e lëvizjes në mbar vendin. 2 korrik, në 1990, fillon hyrja masive në ambasada. Me mira vet hyn në ambasada në kërkim të azilit politik. Ambasadat me më shumë azil kërkues janë ato gjermane dhe italiane. Do vetmet ambasada pa azil kërkues ishin ato kineze dhe kubane. Fillojnë demonstratat antikomuniste në të gjithë vendin. Korrik nëntor 1990, zhvillohen demonstrata antikomuniste në Tiranë, Durrës, Kavaj, Shkodër, Elbasan dhe Korçë. Kërkesa kryesore e tyre është hapja e Shqipërisë dhe rrëzimi i regjimit komunist. 8 dhjetor 1990, studentët e Universitetit të Tiranës bojkotojnë mësimin dhe protestojnë kundër regjimit, fillimisht për ndërprerjen e energjisë elektrike dhe kushte të vështira të studentëve dhe gjithë Shqipërisë. Protesta u shoqërua me incidente. Policia dhe ushtria përdorin dhunë. Disa protestues plagosen. Kërkesat e studentëve zgjerohen. Kërkohet lejimi i pluralizmit dhe dënimi i dhunuesve të studentëve. Në vijim, studentët e Universitetit të Tiranës formojnë Partinë Demokratike të Shqipërisë, e para parti opozitare pas afro 50 vitesh. Partia e re bazohet në idealet e demokracisë, lirisë, pluralizmit dhe tregut të lirë. 11 dhjetor 1990, ngjarjet rodhën shpejt dhe pas disa protestave, udhëhirja kryesore që dëgjohej ishte "E duam Shqipërinë si gjithë Europa", një përfaqësi studentësh e kryesuar nga Azem Hajdari u prit më 11 dhjetor 1990 në Pallatin e Brigadave nga sekretari i parë i Partisë së Punës së Shqipërisë dhe njëkohësisht presidenti i vendit, Ramiz Alia. Takimi përbën moment kyç të lëvizjes studentore. Alia detyrohet të pranojë dhe më pas të shpallë pluralizmin politik në Republikën e Shqipërisë. 12 dhjetor 1990, në qytetin Studenti, vijohet me artimin e dokumenteve të Partisë Demokratike, ku 194 firmëtar janë studentë dhe shpallet zyrtarisht themelimi i Partisë Demokratike si forca e parë opozitare antikomuniste dhe komunikohet programi fillestar i saj. Me shumicë votash, fiton Sali Berisha, njëri nga intelektualët më të njohur të vendit. 5 janar 1991, fillon botimi i gazetës Rilindja Demokratike, organ i Partisë Demokratike. 20 shkurt 1991. Demonstruesit përleshen me policinë. Derëzojnë bustin e diktatorit Enver Hoxha. 21 shkurt 1991. Situata për regjimin bëhet shumë kritike. I jep tërheqjen kryeministri i vendit Adil Sharqani. Në krye të qeverisë vjen Fatos Nano. 31 mars 1991. Zhvillohen zgjedhjet e para pluraliste. Kodi zgjedhor favorizon dukshëm Partinë e Punës së Shqipërisë, e cila fiton me manipulime. Në qytetet e mëdha fiton Partia Demokratike. Partia e Punës së Shqipërisë fiton në zonat fshatare ku Partia Demokratike ende nuk ka mundur të arrijë. Vetë Ramiz Alia u mbet në zonën ku në vitin 1941 u formua Partia Komuniste Shqiptare. Por ai zgjidhet presidenti i Republikës me votat pro të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe ato kundër të Partisë Demokratike. Fillon emigrimi masiv drejt Italisë me anë të anije. Mbi 20.000 shqiptarë largohen me mjete ujore. Policia kufitare vret shumë të rinj shqiptarë që po arratiseshin drejt një jete më të mirë. 2 prill 1991, pas një demonstrate paqësore, vriten në Shkodër 4 aktivistë të Partisë Demokratike. Kjo nxiti një val të re protestash. Demonstruesit e egërsuar djekin komitetin e Partisë së Shkodrës. Protestat shoqërohen me shkatrime të objekteve industriale dhe kulturore. Prill 1991, zhvillohen greva dhe demonstrata të fuqishme. Qeveria komuniste merr goditjen më të rëndë pikërisht nga punëtorët, të cilët hynë masivisht në greva. 4 qershor 1991,
I jep dorëheqjen kryeministri Fatos Nano për shkak të protestave masive. Formohet qeveria e re e koalicionit e drejtuar nga Ylli Bufi. 10 qershor 1991. Në një kongres historik, Partia e Punës së Shqipërisë ndryshon emrin në Partinë Socialiste të Shqipërisë. Ndryshon edhe udhëheqja e partisë. Qershor nëntor 1991. Zhvillohen demonstrata antikomuniste. Thirrjet e demonstruesve janë: ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, liri, demokraci, Enver Hitler, poshtë komunizmi e të tjera. Në çdo qytet rrëzohen bustet e Enver Hoxhës, Leninit dhe Stalinit, simbolet të diktaturës së egër komuniste. Kërkohet ndryshimi i emrave të institucioneve të ndryshme që kanë emrin e Enver Hoxhës, Leninit, Stalinit ose datën e krijimit të Partisë Komuniste. Ushtria demonstron forcën, duke lëvizur tanket nëpër qytetet e vendit. Vazhdon emigrimi masiv. Mira të rinj kërkojnë një jetë më të mirë drejt vendeve perëndimore. 6 dhjetor 1991. I jep dorëheqjen qeveria e koalicionit për shkak të largimit të ministrave të PD-s. Janar 1992 formohet qeveria teknike e Vilson Ahmeti që do të përgatis vendin për zgjedhjet e parakohshme. 22 mars 1992 zhvillohen zgjedhjet e parakohshme. Me një rezultat të thellë, fiton Partia Demokratike e Shqipërisë. Rotacioni i rezultatit është 90%. Në krye vjen një qeveri e djathtë, e para qeveri e djathtë që nga koha e Zogut. Parlamenti i ri zgjedh president të Republikës, zotin Sali Berisha, i pari i zgjedhur në mënyrë demokratike. Protestat antikomuniste marrin fund. Revolucioni demokratik triumfon. Jemi rikthyer sërish në studio, të nderuar teleshikues, për të mbyllur diskutimin ton të sotëm këtu. Kemi ndjekur ngjarjet e nëntorit, ato ngjarje që do të përkujtojmë dhe nesër, që mbushin nesër 20 vjet. Do doja këtu një konsiderat personale nga secili prej jush për ngjarjet, raportin e secilit me to dhe një konsiderat personale për demokracinë. Natyrisht më duket si ëndër e gjithë periudha që kemi kaluar përpara. Veçanërisht pas asaj, kur lajmërohet publiku për kushtet që duhet ketë për emigracion ose për lëvizjen e lirë të qytetarëve, që ka qenë ëndra e tërë periudhës që jetuan në komunizëm. Por dhe periudha më pashme, pra që e pam në insertin e parë, na bën të mendojmë që jetuam një kohë të madhe, kohën pas luftës së dytë botërore që ndodhen gjitha ato gjëra, por pastaj për fat mirë jetuam dhe ndryshimin. Dhe sot ndjej një farë krenarie që kam qenë pjesëtari atyre ngjarjeve, që nuk qëndrohen në shtëpi, nuk i pash nga dritarja, siç mund të ketë ndodhur me një pjesë njerëz, dhe nuk u largova nga vendi im, siç ishte, si thash, viti 89, ishte viti një dëshpërimi të madh kur pam që Shqipëria u shkput nga vagoni, o ishte vagoni shkputur nga treni që shkonte drejt perëndimit, dhe të mos harrojmë që vetë zhvillimet e vitit 90 në fillim kanë qenë edhe për mua ndryshime dëshpëruese, sepse ishte futja në ambasada, përpjekja për të braktisur një vend që duket sikur s'kishte asnjë lloj shpresë. Arratisja e Ismail Kadares, që ndodhen tetor, po i afroheshim fundit vitit, që ndodhen natyrisht dhe ngjarje siç ishin ngjarjet e Kavajës, ose ngjarjet e Shkodrës në dhjetor, madje të 89-s me përpjekjen për të rrëzuar bustin e Stalinit, apo dhe në qytetin Stalin në vitin 90, por nuk kishim përshtypjen që me të vërtet po ndodhte në ndryshim i madh. Dhe ajo që është e parruar, është britma që kam dëgjuar në shtëpinë time, banoje këtu afër fare, edhe televizionet, dhe u dëgjua pikërisht në mbrëmjen e 8 dhjetorit, u dëgjua britmat që vinë nga qyteti studentëve. Kishim mësuar, kisha marrë informacione që përpara që studentët po organizoheshin për të bërë një protestë madhe, dhe pastaj me të vërtetë ajo ka qenë për mua është
muzika më e bukur që kam dëgjuar. Një bashkim zërash që duket si në korr, që të kujton korrin përfundimtar të Simfonisë 9 të Beethovenit. Dhe natyrisht që u bëra pak nga pak protagonisti i atyre ngjarjeve. Mora pjesë natyrisht s'kam qenë aktor kryesor në krimin e Partisë Demokratike, jam angazhuar pak nga pak Instituti i Arkeologjisë, ku ishte Genspollo, ishte Aleksandr Meksi, që punonte aty. U bë vendi ku shtyp programi i Partisë Demokratike, shtypur me s'kishte printere, ku duhet ta them këtë se është një ngjarje e veçantë, dhe natyrisht që kjo ishte lançimi në politikë që s'kisha menduar kurrë në jetën time. Pra duke u rikthyer në këto ngjarje të mëdha, mendoj që duhet të jemi mirënjohës asaj rinie që bëri një akt të tillë, që ishte njëkohësisht dhe patriotik, por ishte një akt i madh i shprehjes së lirisë, dhe mendoj që dhe rinia sotme, pavarësisht nga të mirat që ka, duhet i kthehet asaj periudhe për të parë shpirtin e pamposhtur që karakterizon moshën. Pra është një moshë që ka ndryshuar Shqipërinë në të gjitha rastet kur është kërkuar. Faleminderit, zoti Gjinushe. Sigurisht viti 90 është viti që i ndryshimit të madh, pa bërë komente të tjera. Ka një sër ngjarjesh që i citoj dhe në Ritani disa, sigurisht në insert kishte ndonjë kështu gabim, por me idha të në esencë ishin këto ngjarje që quan pikërisht drejt këtyre ndryshimit, atje doli qartas, ashtu si kudo, veçanërisht në Shqipëri, që gjithë shoqëria, mund të thosh, ishte ndarë në dy palë, pra kishte që ishin entuziast dhe promotor të ndryshimit, kishin që ishin frenus, kishin që ishin indiferent apo hezitus, dhe në tërsi mendojmë atje që kjo ishte deri në byron politike, pra është shfaqur dhe në lëvizjen studentore ideja që Ramiz Alia që ishte pro ndryshimeve, po kishte një palë konservatore, por me na zhvillime dhe na vetë rrëfime më mbrapa duket që gjithmonë edhe Ramiz Alia mendonte që ndryshimet do bëheshin brenda sistemit, pra nuk ishte për një ndryshim real, radikal, të qartë, pra mbetej rob i ideologjisë së vjetër në fund të fundit, dhe kjo u çfaq, dhe kjo është dhe një ndër arsyet pse Shqipëria u vonua relativisht, censura sigurisht vazhdonte, po tjetë për përvojë personale, sigurisht në pozicionin cilë ndodhesha në atë kohë si ministër arsimi, ne kemi pas rastin duke pasur dhe presionin në ambjenteve intelektuale dhe të shprehemi për këto ndryshime, zëri rinis e ka reflektuar, TVSH e ka dhënë shumë mirë, Alfonsi e ka transmetuar diskutimin, kurse zëri popullit e censuroi. Pra censura vazhdonte, fjala pluralizëm politik quaj me sa duket ende ndaluar, pra ishte tashmë nëndori, fillimin nëndorit, kurse pastaj me fillimin e lëvizjes studentore, sigurisht lëvizja studentore nuk që fillimi një lëvizje ishte kurorzimi i mbyllje, pra ishte ajo që dha goditjen, dhe vërejtjen që bëra për një seri të pikërisht kishte lëvizja organizuar, përveç edhe protestës në Kavaj relativisht, kurse tjerat kanë qenë çik më të kamufluara se ende frika nga diktatura, protesta ashtu në Shkodër e tjerë. Kurse lëvizja studentore që me organizuar, sigurisht kishte edhe karakterin e saj shumë përfaqësiv, se studentët gjithmonë përfaqësojnë të ren, përfaqësojnë rinin, përfaqësojnë pjesën, si thosh, më intelektuale të së ardhmes, dhe aq më tepër pastaj që ishin, po të themi dhe kështu, pra nuk shivej si një zvendësim luftës klasave, gjë që i trëmbej kjo pjesa konservatore, por duke qenë studentët bigjt pra e baballarëve, në kuptim kështu që ishin pikërisht që gjithë shoqëria kërkonte këtë ndryshim, pavarësisht nëse vinin nga familje komuniste apo vinin nga familje të persekutuarish. Dhe kjo ishte edhe arsyeja pse lëvizja studentore pati atë rezultat që brenda 2-3 ditësh u pranua pluripartitizmi, kam pas rastin sigurisht edhe të negocioj me studentët bashkë me Sali Berishën dhe Lisen Bashkurtin, që që sekretar i rinis, ku pikërisht ata kishin pikat e tyre, po pika kryesore që dominonte, që shpjeguar dhe sot në media, ishte njoja pluripartitizmi.
Dhe ku jemi sot, pa tjetër që ëndra e madhe realizohet, Shqipëria shkon drejt Evropës, dhe Evropa i ka bërë, si thosh, detyrimet ose i mbajti premtimet e saj, Shqipëria si ka mbajt akoma premtimet që i ka bërë vetës. Pra, sigurisht që ky tranzicion do të ishte më i lehtë, Shqipëria do të ishte edhe shumë përpara, dhe në procesin e integrimit ne nuk do të ishim në radhë i fundit, po do të ishim nëse qëlluan të fundit në hapjen e 90-s, nuk ka arsye që të jemi të fundit dhe tani në 2010-ën, sepse Shqipëria ka luajtur edhe një rol të madh në tërë procesin e shpërbërjes së ish Jugosllavisë, në pavarësimin e Kosovës dhe në stabilitetin e rajonit. Faleminderit. Zotin Almo, radha juaj, do t'ju lutesha të ishim pak konciz të gjithë bashkë tani në fund për hir të informacioneve aktuale që presin të zënë vend. Tani për sa i përket punës e diplomacisë në atë kohë. Sigurisht as ne nuk ishim i përgatitur për ngjarjet që kanë ndodhur. Të gjithat e kemi pritur se një ditë sistemi komunist do të rrëzohet, por kur erdhi koha u rrëzua, ne u befasuam. Edhe për mua ishte një eksperiencë e madhe si ambasador në vjetën ngjarjet që kanë ndodhur në Shqipëri. Unë kam qenë nga ambasadorët që kam pas lidhet me Partinë Demokratike, me njerëz të PD-s akoma nga koha e krimit, themelimit të Partisë Demokratike. Kisha krijuar lidhje me ata. Mund të them që si edhe në Bullgari, opozita kur e mori pushtetin, e u bë president Zhelu Zhelevi, një disident, e unë kisha fati të punoj me drejtimin e presidenti disident Zhelev. Në atë kohë, atë që përshtypja ime ishte se njerëz që kishin dëshirë për të bërë ndryshime, njerëz që nuk kishin eksperiencë, jo se Bullgaria, të zëm, se unë përfaqësoj Bullgaria në atë kohë, ne s'kishim më shumë eksperiencë kush e di çfarë shumë, por duke nisur në këtë rrugë më herë, kishim kaluar periudhën më i vështirë. Domethënë, marrja e pushtetit. Prandaj, në çfarë drejtim isha përqendruar më shkurt këtë mos më mbasim kohë. Një ambasador përveç detyrës që ka në nivelin e tij si përfaqësues si presidenti i vendet përkatëse, duke dorëzuar letër kredenciale tek presidenti i vendit Sprici, është njeriu më i besueshëm. Ashtu që nga goja ambasadorit çdo fjalë që del është me shumë përgjegjësi. Po flet presidenti i Bullgarisë me gojën tim. Gjë e parë që e kam tentuar, e më duket se kemi arritur në zhvillimin e marrëvënieve dypashme. Kishim dëshirë, e arritëm të zhvillojmë marrëvënie dypashme në gjithë drejtimet. Bullgaria deri në 9 vjetë kishte vetëm një tregëtie e jashtme me Shqipërinë, 22 milion clearing rubëll, që ishte i çfarë për dy popull, që mikisia midis tyre ekzistonte shekujt të tërë më përpara. Zhvillon marrëvëniet. Në këtë mënyrë çfarë kemi arritur? Kemi arritur të afrojmë popullin bullgar me ai shqiptar, të krijojmë mundësi me lëvizje relativisht lirë të qytetarëve shqiptarë të vinë të shikojnë çfarë po bëjmë ne. Nga ana tjetër, unë si ambasador kam pas marrëvënie shumë të mira, sigurisht me presidenti Berisha është rasti për të thënë që unë isha nga ambasadorët që nuk e kam pritur ata protokoli i shtetit derisa të bëj kërkesë për një takim. Unë çdo herë kur kisha dëshirë edhe nevojë për të takuar, më lejoheshin, patjetër, sepse lidhjet personale që krijoheshin me njerëzit të politikës, jo vetëm ata në pushtet, edhe ata në opozitët, është një pasuri e madhe. Ashtu që një ambasador në këtë mënyrë ka mundësi edhe të shpreh mendimin e vet, duke nisur nga eksperiencën, gjithmonë me dëshirë që të mos përsëriten gabimet që kemi bërë ne në Bullgari në kohë e ndryshimeve, ndërkohë duke këshilluar si kuptojmë ne, edhe si ne mendojmë që mund të bëhet më mirë. Mos harrojmë se vlerat e demokracisë janë vlerë e demokracisë, por Ballkani ka mentalitetin e vet. Psikologjia e popullit shqiptar e popullit bullgar janë ndryshe nga psikologjia e popullit evropiane. Ashtu që gjërat që na afrojnë, ne krijojmë mundësi që të shprehem mendimin tonë.
eksperiencë jonë i përshireve gabimet këtë mos përsërit. Për shembull gjatë kohës e egzodit, derisa ishte kohë. Unë them sinqerisht, unë nuk e kam pritur se mund të hyjnë njerëz shqiptar në ambasada bulgare për të kërkuar azil politik. As nuk më ka shkuar ndërmend që mund të dove diçka të tillë në një ambasadë e një shteti satelit të Moskës. Por kur erdhën këta njerëz, kur futën në ambasadën, unë kisha një dilemë. Ambasadori përgjigjit për zhvillimin e marrëvënie dypashe. Në presioni i shërbimeve shqiptare, që po vishin disa herë në ditë duke thënë që do dorëzohesh këta janë kriminal, unë isha në këtë dilemë. A të prishen marrëvënie dypashe? Se në kjo se unë do të baj këta njerëz në ambasadë. Me siguri do të keshë dikim ndaj zhvillimit marrëvënie dypashe. Së ana tjetër ishte ana morale. A mund të dorëzoj këta njerëz? Unë e kam preferuar pika e dytë. E kam bajtur këta njerëz, e kemi ndihmuar të shkojnë në Bullgari. Faleminderit. Zoti Xhaxhiu, një konsiderat të fundit. Unë i kam pritur në zhvillimet në 90-ën, shiko. I kam pritur ftohtë, por hutueshëm. Ftohtë sepse unë jam i rrethuar këtu me protagonistë të ngjarjeve, por dhe me dëshmitar të drejtë për drejtë. Ne nuk ishim të tillë, ne ishim të izoluar. Ne vjon dishim Shqipëri e 87-s. Në shkuptim. Telegramet vinin një grup huliganësh. Kanë zbritur në qytetin Studenti. Punëtor të pakënaqur po tentojnë. Këtu lëvizte informacioni jonë që e merrim nga qendra. Ne nuk ishim informacion tjetër. Gazetat vinin po ato. Zëri Popullit, Bashkimi, Rinia Demokratike nuk vinte APR. Informacionet që merrnim përmes ndonjë agjansi të Rumanisë ose të një lajmi rumun, çfarë po ndodhte realisht. Kështu që prandaj po them ftohtë por hutueshëm sepse është ajo që tha ambasador Naumovi që nuk e pristim. Kishte disa grupe, një nga grupet që ndava edhe diplomatë, të izoluar, një lloj komoditeti, të qenurit jashtë, trondicin disa gjëra. Vetmi diskutim që bëjnë atë kohë ishte kur shkojnë në shtëpi. Absolutisht në ambasadë jo, sepse ishte rrethuar nga 20 antar partie, 15 sekretar organizate, 6 sigurimsa etj. Kështu që i vetmi bashkëbisedues ishte bashkëshorti në shtëpi që merrni dhe jep një informacione herë të vakta, herë kontradiktore, po ndodh kjo në Tiranë, po ndodh ajo në Tiranë. Në këtë kuptim e përcollëm ne në të ngjarjet e 90-s. Ma pastaj erdhën zhvillimet ishin kaq të shpeshta, kthimi në 91-shin, në fillimin e 91-shin, do ktheheshin një masë e madhe, ndryshimet që ndodhen në Tiranë reflektuan pastaj filluan ktheheshin masivisht ata që kishin shërbyer dikur në pushtetit. Faleminderit. Në një konsiderat të fundit nga dy gazetarët. Para se vija në studio, pas në YouTube, ca pamje filmike të filmuara në mesnatën e 8 dhjetorit, duke gdhirë 9 dhjetor, nga një kameraman i televizionit shqiptar, të cilat tregonin qarta si britme, atë që profesor se ka quajtur britme të studentëve që tentonin të shkonin në sheshe edhe përlesin me policinë. Pra ishte një dëshmi autentike e marrë nga televizioni shqiptar. Ishte si korit burgosëve të Nabucco së Verdit, edhe pse ata këndonin ja vdekja e liri, o djem rëmbeni armët ja vdekja e liri. Ndërkohë, po, në 90-ën, në 8 dhjetor të 90-s, ka qenë e shtunë, ora ka qenë afër mesnatë. 10:09. Po, kurse të dielën, në orën 4:30 më vjen një orim dhe më thotë që studentët janë rrahur dhe kemi takim sekretar dhe drejtuesit politik të institucioneve. Kishin takim me Xhelir Jonin në orën 5 tek dekori i Komitetit Partisë në Njishit. Si gazetarët të Zërit Rinis na ishin dhënë ca soni, ca regjistrues shumë modern, shumë të ndjeshëm, në fakt që janë shumë të parë. Unë nuk takonte të shkoja, por dëshira për të bërë, si thotë sa anjëlli gazetari perëndimor, në thojë se kishte trokitur me kohë kjo dëshirë tek gazetarët shqiptar. E fsheha atë sonin dhe incizova Xhelir Gjonin që po i sqaronte komunistët çfarë kishin bërë studentët një natë më parë, se si armiku po punonte, se si çfarë nuk kishte në inventar partia e punës, por sigurisht që nuk përdorte gjërat e ndryshme që kishte me vete, por të hapnin syt sepse nesër mund të hapet një thashëdhënaj tjetër që nuk është e vërtet, ne i dha vetëm sa shkopin vitheve, por nuk derdhën gjak. Të nesërmen shkoj në gazetë entuziastë që ta pasqyroja në çfarë kishte ndodhur një ditë përpara,
Mu tha Parosia që jo, s'kemi punë me studentët, atëherë nëse nuk kemi punë me studentët, me kemi punë, me ashme farkyrtën, vajtëm në aty ku studentët ishin, studentët akoma nuk dinë çfarë kërkonin, kërkon të Azemajdari të mos kryet spektator. Përfundimisht, Bedi Fevziut i jap kasetën e them, ja çfarë thot Partia e Punës për fillimet e kësaj lëvizje suaj. Pas asaj nuk punova më për zërinisë në kuptimin e dëshmive për cilësoj, sepse bëra detyrën time si qytetar për të çuar sa mund nga punëtor te studentët e tjerë. Pastaj do ta mbyll fjalën e fundit me një intervistë që bërë sot te BBC-ja, një vajzë e re 20 sa vjeçare, si këto vajzat, më tha se ishte shumë xheloze për fatin atyre studentëve që u ngritën në 8 dhjetorin e 1990-s dhe rrëzuan komunizmin në Shqipëri. Faleminderit. Zoti Ndose? Do ta filloj dhe ta mbyll me fjalën krenari. Krenari për atë grup kolegësh të mi që shkuam si vizitor ditë e para. Krenari për atë grup kolegësh të mi që nuk pyete njëri shetas dhe me guxi morën kamerat dhe xhiron dhe janë pikërisht të pami. Dhe e them edhe një herë sot, mbasi se kam thënë herë tjetër, fjala ekskluzivitet dhe ekskluzive që ka qarkulluar në gjithë këto vite nëpër televizione, nuk duhet të qarkullojë më. Nuk ka ekskluzivitet, po ka një televizion unik siç ka qenë, që e ka bërë këtë gjë që edhe sot dhe që japin të tjerë. Dhe për këtë jam krenar unë dhe gjithë kolegët e mi, dhe sidomos operatorë që kanë xhiruar. Dhe jam krenar edhe për një gjë tjetër, që jo vetëm nga xhirimet në terren, po edhe në këtë studio, i kish ata studentë që kanë pas objekte emisionit dhe personazhe të emisioneve të mia, ata studentë bën atë që e kishin menduar. Brezat e tjerë ishin burgosur dhe pushkatuar për atë që kishin menduar, por ata e bën realitet. Për këtë jemi krenar të gjithë. Pikërisht me këtë fjalë do ta mbyllim dhe ne këtë duel të sotëm, këtë diskutim të sotëm, kushtuar 20 vjetorit të lëvizjes studentore, të cilën do ta kremtojmë nesër. Mua s'më mbetet gjë tjetër në këtë moment, vetëm se të falenderoj të ftuarit e mi për prezencën këtu në studio dhe për mendimet që dhanë. T'ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen me të cilën na ndoqët dhe t'ju kujtoj se dueli vazhdon dhe javën tjetër në të njëjtën orë. Natën e mirë dhe mirupafshim. Europa jonë, filloj me ëndrën tonë, lindi me guximin tonë. Kur në sheshin Skënderbej, rabusti ish diktatorit, të gjithë përjetuan një ndjenjë çlirimi. Pas 50 vjetësh ushtrimit të durimit, ishte lëkundur më në fund pushteti i frikës. Kishte rilindur shpresa e çlirimit prej saj. Dhe shpresa për kthehje në jetë, jeta në emergjencë, emergjenca në liri. Po lirin e kuptuam në kohë të ndryshme, ndryshe. Fillimisht si liri shfryrje dhe liri shkatrimi, më pas si liri ndarje dhe si liri largimi, e më vonë dal nga dal, edhe si liri për të dëgjuar dhe liri për të mësuar, si liri për të falur dhe liri për të pajtuar. Turmat e dëshiruara për Europën çuditën botën. Dëshirat e ndrytura u bën befas prezente me të gjithë vuajtjen e tyre, me të gjithë fuqinë e tyre njëherësh, sa për të gjithë 50 vjetët e munguar. Por Europa nuk ishte qenë ushtrim i lehtë. Na u desh shumë kohë të mësonim se liria ka rregullat e saj, se ndryshimi kërkon platformë, se sotmja kërkon vizion, se nesërmja fillon sot dhe se jeta nuk jetohet dot vetëm. Liria jonë u desh të sprovohej në luftë, në emergjencë, në aleancë. Sot e shohim botën ndryshe, më qartë, më të kuptueshme, më të arritshme, më tonën. Shqipërinë, jo vetëm që e duam si gjithë Europa, Shqipërinë kemi filluar ta bëjmë si Europa, kemi filluar ta duam si të ishte Europa, kemi filluar të jetojmë të ardhmen, por sfida vazhdon.